Para se të fillojmë këtë histori, dua të pyes diçka që ka mbajtur zgjuar njerëz për shekuj me radhë. Nëse dikush do të vriste baban, a do të ishe i aftë ta falësh, apo do të ndjeje se gjakmarrja është i vetmi drejtimi i ndershëm? Shkruaj mendimin tënd në komente. Nuk ka përgjigje të gabuar, por ka shumë të vërteta njerëzore. Tani le të hyjmë në historinë e Sokolit, një njeri që zgjodhi diçka që askush në fshatin e tij nuk e priste dhe pagoi çmimin më të lartë të mundshëm për atë zgjedhje. Kishte një kohë kur Sokoli dinte saktësisht kush ishte. Dinte emrin e tij, dinte vendin e tij, dinte se ku i takonte të rrinte kur burrat e fshatit mblidheshin në ndardhën e vjetër dhe flisnin për punët e botës. Dinte se babai i tij, Miri, ishte njeriu që mbante shpinën drejt edhe kur moti e rëndonte, edhe kur njerëzit e rëndonin, edhe kur jeta vet dukej si një barr pafund. Dinte se nëna e tij, Shpresa, ishte gruaja që zgjohej para diellit dhe fihej pas tij, dhe që asnjëherë nuk lejonte që tryeza e tyre të mbetej bosh. Dinte se ishte djali i tyre, i vetmi, i dashuri, ai që mbante shpresat e dy brezave mbi supet e tij të reja. Por pastaj erdhi ajo ditë, dhe pas asaj dite, Sokoli nuk dinte më asgjë me siguri. Ishte mëngjesi i një dite si çdo ditë tjetër kur gjërat ndryshuan. Dielli kishte dalë i bardhë dhe i ftohtë, si një copë qelçi i vendosur në qiell. Mjegulla e malit mbulonte akoma lugjet e poshtme, dhe dhënët e Mirit kishin dalë tashmë nëpër livadhet e gjelbëra të sipërme. Sokoli kishte ngrënë bukën e mëngjesit me babain e tij. Kishin pirë kafen bashk, dhe Miri kishte thënë, siç thoshte çdo mëngjes, se koha e mbjelljes po afrohej, dhe se duhej të kontrollonin arën e poshtme para se të mbërrinin shirat e vjeshtës. Fjalë të zakonshme, kafe të zakonshme, mëngjes i zakonshëm. Sokoli nuk e dinte se ato do t'ishin fjalët e fundit të babait të tij. Nuk e dinte se tasi i kafes, që Miri e vendosi me kujdes mbi tryezën prej druri, do të mbetej i paprekur derisa nëna ta pastronte me duar dridhurishtëse atë pas. E gjetën Mirin në rrugën e gurtë që lidhte fshatin me luginën e poshtme. Shtrirë, me fytyrë kaqelli, me sytë të hapur, me atë shprehje të qetë të habitshme që e kanë të vdekurit, jo paqe, por befasi e ngrirë, si dikush që sapo ka dëgjuar diçka të pabesueshme dhe nuk ka patur kohë ta procesoj. Sokoli u gjunjëzua. Nuk qau menjëherë. Çuditërisht, lotët nuk erdhën në atë çast të parë. Erdhi vetëm heshtja, një heshtje e brendshme dhe e plot, si të vihej kapak mbi botën. Mori dorën e babait, akoma e ngrohtë, akoma me atë sipërfaqe të ashpër të punës vjetësh, dhe mbajti fort. Miri kishte një plag. Ishte e qartë, nuk kishte nevojë për mjek ta diagnostikonte. Ishte vrasje, e qëllimshme, e ftohtë dhe e bërë nga dikush që e dinte se çfarë bënte. Dhe fshati e dinte kush e kishte bërë. Ato gjëra dihen në fshatra. Nuk ka nevojë të zhvillohet hetim, nuk ka nevojë të sillet policia, nuk ka nevojë të mblidhen dashmitar. Thashethet lëvizin si era në përmisër, të padukshme, por të gjithfuqishme, dhe deri kur dielli të perëndonte atë ditë, çdo njeri i rritur në atë fshat dinte emrin e atij që kishte prerë jetën e Mirit. Ishte Gjoku, Gjoku i kajtazve. Dy familje, dy histori, një urrejtje e vjetër që kishte filluar me një mosmarrveshje toke dhe kishte kaluar brez pas brezi si një sëmundje trashëgjimore. Sokoli e dinte historinë, e dinte prej fëmijërisë, e dinte ashtu siç dinin fëmijët gjërat, jo me kuptim, por me ndjenjë, si diçka që fryhej nga mjedisi, nga ajri i shtëpisë, nga mënyra se si i ati fliste për kajtazët me atë zë të ullët e të kujdesshëm. Por Miri kishte qenë njeri i paqes. Kjo ishte e njohur. Miri kishte thënë gjithnjë se mosmarrveshja e tokës mund të zgjidhej me fjalë, me drejtësi, me ndihmën e pleqve. Kishte thënë se gjaku nuk shlyen gjak, mbjell vetëm më shumë gjak. Dhe ishte tallëdisi me atë buzëqeshjen e tij të qetë, kur njerëzit i flisnin për nder dhe hakmarrje. Por Gjoku nuk i kishte kthyer atë buzëqeshje. Dhe tani, Miri ishte i shtrirë në gurët e ftohtë të rrugës,
me sytë e hapur ka qelli, që ai kur nuk do ta shihte sërish. Sokoli qëndroi atu gjatë. Njerëzit filluan të mblidheshin, siç mblidhen njerëzit gjithmonë kur ndodh tragjedia, me fytyra të zymta, me fjalë të ulta, me atë lloj prezence kolektive që ndihet si gjykim dhe si ngushëllim njëkohësisht. Pleqt erdhën të parët, pastaj gratë, pastaj burrat e moshës mesatare, me krah të kryqëzuar dhe me nofulla të shtrëngura. Dhe ndërkohë që të tjerët flisnin rreth tij, djalit të saj, dhe dy duart e tyre u takuan mbi trupin e Mirit, dora e nënës dhe dora e djalit, duke mbajtur bashk atë që nuk kishte si të mbahej. Trupi një u mor, u bë larja, u bën përgatitjet, dhe tani filloi pjesa e dytë e asaj tragjike. Jo vdekja, por ajo që vdekja solli pas vetes si hije. Varrimi u bë me atë dinjitet të trisht që fshatarët e Kosovës e kanë ruajtur brez pas brezi. Njerëzit erdhën shumë, nga fshati, nga fshatrat fqinje, nga qyteti i afërt, erdhën për Mirin, por erdhën edhe për diçka tjetër. Erdhën për të parë Sokolin, erdhën të shihnin djalin e vetëm të Mirit dhe të lexonin në fytyrën e tij atë që do të vinte. Sepse në atë mjedis, varrimi ishte njëkohësisht edhe shpallja. Ishte çasti kur familja e viktimës deklaronte publikisht: kemi marrë vesh, dim kush e bëri dhe do të marrim hakun. Kjo nuk thuej me fjalë, nuk ishte nevojë. Thuej me shikime, me qëndrim, me mënyrën se si djemtë e fisit grupoheshin rreth djalit kryesor dhe i tregonin, pa fjalë, se e kishin pranë. Dhe Sokoli i ndjeu ato shikime gjatë gjithë varrimit. I ndjeu mbi shpatulla, mbi qafën e tij, mbi krahët e tij. Pleqt e fisit qëndruan pranë tij, dhe fjalët e ngushëllimit erdhën të ngjitura me diçka tjetër, me pritje, me mesazhe të fshehta, me ato aluzione të mprehtë që njerëzit e din t'i bëjnë pa i bërë kurrë hapur. Do t'ja kthejmë, i tha Xhaxhai Gjergji, njeriu me mustaqet e bardha dhe me zërin si gur i rënë. Do t'ja kthejmë birë. Dhe Sokoli nuk tha asgjë. Nuk tha asgjë, por mendoi shumë. Mendoi për baban, jo për trupin e Arkivol, por për njeriun e gjallë, për zërin e tij, për duart e tij, për atë mënyrë të tij të veçantë të qeshjes kur diçka e gëzonte vërtet, me gjithë fytyrën, me gjithë trupin. Mendoi për ato fjalë që Miri i kishte thënë her pas here. Fjalë jo si predik, por si mendimi thjesht. Sokol, gjaku nuk shlyen gjak, mbjell vetëm varreza. Dhe ndërkohë që varri mbyllej, ndërkohë që dheu binte mbi Arkivol me atë zë të rëndë dhe të padurueshëm, Sokoli ndjeu se diçka po linte brenda tij. Jo urrëtie, siç prisnin të tjerë. Gjatë atyre 3 ditëve të para, shtëpia e Sokolit ishte plot njerëz. Kjo ishte tradita. Trinat, siç i thonin, periudha e zis kur fisi dhe miqt vinin, uleshin, pinin kafe të zezë, flisnin me zë të ulët dhe ndanin dhimbjen. Shtëpia mbushej me zë të mbytur, me aroma kafeje dhe duhani, me gratë anash dhe burrat sipër, me fëmijët e vegjël që qëndronin çuditërisht të qetë, sikur edhe ata ta ndjenin rëndësinë e çastit. Sokoli rinte mes tyre dhe priste. Dinte se po vinte, dinte se sa po të dilnin njerëzit e tjerë, sa po të mbylleshin dyert dhe të mbeteshin vetëm burrat e fisit, do të vinte ai bisedim. Dinte formën e tij. E kishte dëgjuar të ndodhte në shtëpitë të tjerëve, në ato raste të trisht që çdo fis i vogël i Kosovës i ka patur dikur apo tjetër kët. Dinte se si fillonte, dinte si vazhdonte dhe dinte si pritej të mbaronte. Por nuk dinte si do ta mbaronte ai vet. Natën e tretë, kur njerëzit e tjerë u larguan dhe mbeten vetëm ata, 10 apo 12 burra të fisit, të moshave të ndryshme, nga gjyshi deri tek kushërinjtë të rinj, Xhaxhai Gjergji mori fjalën. Ishte zakoni. Gjergji ishte i moshuari, ai me autoritetin, ai me fjalën e fundit. Sot nuk flasim si të hidhëruar, filloi ai. Sot flasim si burr me burr, si gjak me gjak. Miri ishte vëllai im, ishte i yni dhe nuk mund ta lëm pa ja kthyer. Folën të tjerët, folën me zë të ulët, me fjalë të matura,
me atë ton të veçantë që burrat e vjetër të Kosovës e përdorin kur trajtojnë punët e mëdha. Nuk ishin thirrje për gjakderdhje të nxituar, ishin arsyetime, ishin shtjellime të nderit, ishin rregulla të pashkruara, por shumë të qarta. Kur gjithë të tjerët than fjalën e tyre, të gjitha syt u kthyen te Sokoli. Ai ishte ulur në skaj të dhomës, me krahët mbi gjunjë, me syt poshtë. Ndjeu atë moment kur heshtja ndryshon cilësi, nga heshtja e dëgjimit, kalon te heshtja e pritjes. Dhe priste. Sokoli ngriti kokën, shikoi nga sytë e Xhaxhait Gjergji, të vjetër, të lodhur, por të fortë, me atë lloj force të ngurtësuar që vjen nga vitet dhe nga besimet e palëkundura. Nuk mund të veproj si e mendoni, tha Sokoli. Zëri i tij doli i qetë, pothuajse e habiti vetë ky qetësi. Dhoma u ngri, jo me britma, njerëzit e fisit nuk bërtisnin, por ndryshimi ishte i dukshëm, kurrizet u ngritën, krahët u shtrënguan, nofullat u mbyllën fort. Gjergji, njeriu me mustaqet e bardha, e shikoi Sokolin me atë lloj shikimi që nuk të lë hapësirë të mendosh se ke dëgjuar gabim. Ç'the bir? Nuk do të marr gjak, tha Sokoli. Nuk e bëj këtë. Jo sepse nuk e dua baban, por sepse e dua. Babai im kishte mendim të qartë për këtë punë, dhe unë jam djali i tij, jo vetëm me emër. Heshtja që pasoi ishte e llojit që rrallëherë dëgjon. Ajo heshtje ku mund të ndjesh njerëzit duke menduar, duke rilogaritur, duke provuar të kuptojnë nëse dëgjuan si duhet. Pastaj Gjergji foli sërisht. Foli ngadalë, duke matur çdo fjalë. Sokol, thaj, ti je i ri, ti je në dhimbje. Nuk po të gjykoj sot, por dëgjo më mirë. Kjo nuk është punë personale e jotja të vendosësh vetë. Kjo është punë e fisit. Kjo është punë e gjakut. Babai yt u vra dhe gjaku i tij kërkon gjak. Kjo nuk është zakon i lashtë barbar siç flasin qytetarët. Kjo është nder. Kjo është drejtësi e vetme kur drejtësia tjetër nuk arrin. Sokoli e dëgjoi. E dëgjoj me kujdes, me respekt të plot, sepse Gjergji kishte mosh dhe kishte vuajtur vetë humbje të mëdha gjatë jetës. Por kur plaku mbaroi, Sokoli tha sërisht të njëjtën gjë, jo me kokëfortësi, por me atë qetësi të dhimbshme. E kuptoi çfarë po thua Xhaxha, e kuptoi ligjet e fisit dhe e kuptoi nderimin, por unë nuk mund të bëhem vrasës për të çuar përpara nder. Nëse kjo është çmafshja ime para fisit, e pres atë çmafshje. Ai mbrëmje mbaroi pa zhurmë të madhe. Njerëzit u ngritën, veshën pallot dhe u larguan me hapa të rënd. Por Sokoli e dinte, nga mënyra se si dolën, nga mënyra se si nuk ja drejtuan syt kur u ndan, se diçka kishte ndryshuar. Diçka ishte thyer. Nëna kishte dëgjuar gjithçka. Rinte në dhomën e fjetjes, me derën pak të hapur, dhe Sokoli e dinte. Kur të tjerët u larguan, ajo doli. Fytyra e saj ishte si guris, jo nga zemërim, por nga pesha e mundësive. Sokol, tha ajo me zë shumë të ulët. Nën, tha ai. Dhe ato dy fjalë, dy emra, dy persona, dy dashuri të plot, mbetën të varura në ajrin e dhomës si dy gur të balancuara mbi njëri tjetrin. Nëna ul pranë tij, mori duart e tij midis duarve të saj dhe i mbajti fort, si dikur kur ishte i vogël dhe i kishin dhënë vaksinën dhe kishte qarë pa zë. Ti e di çfarë do të ndodh, tha ajo. Ti e di çfarë kanë bërë me njerëzit e tjerë që kanë thënë jo. E di, tha Sokoli. Dhe nëna nuk tha më shumë. Nuk e urdhëroi, nuk e detyroi. Shtëpisë e Lekës dhe Leka qëndronte te porta, diçka ndryshoi. Leka, fqinji i tyre prej dekadash, njeriu me të cilin Miri kishte pirë kafe qindra herë dhe kishte mbjell bashkë grur kur reshjet e vonuara i kishin zënë ngushtë të dyja familjet, Leka e shikoi, ktheu kokën dhe hyri brenda. Pa fjalë, pa shenjë, thjesht e largoi shikimin dhe u zhduk. Sokoli qëndroi atje për një sekond, duke mbajtur kovën e ujit, dhe ndjeu atë herën e parë,
copën e akullit të izolimit, jo si dram, jo si kriz, si gjemb i vogël i futur thellë. Tek kroni, gratë të dy tri ishin mbledhur siç mblidheshin çdo mëngjes, duke biseduar, duke pritur radhën. Kur Sokoli arriti, biseda u ndal. Gratë morën enët e tyre dhe u larguan njëra pas tjetrës, me atë nxitim të qetë artificial, jo vrap i hapur, por ikje e strukturuar me dinakri. Mbeti vetëm plaka Vjosa, njeriu më i vjetër i atij kroni, ajo që kishte parë gjithçka dhe nuk friksohej nga asgjë. Ajo e shikoi Sokolin me sytë e saj të vogël dhe të mprehtë, mbushi enën e saj ngadalë dhe tha vetëm kaq: "Ki kujdes, bir." Dhe u largua edhe ajo. Sokoli mori ujin, ktheu shtëpi dhe filloi ta kuptonte se ç'kishte nënkuptuar nëna. Ditët që pasuan erdhën me ritmin e tyre të ngrirë. Sokoli filloi ta ndjente izolimin jo si ngjarje, por si klim, si ndryshim i ajrit, si rëndim i atmosferës. Njerëzit nuk bërtisnin, njerëzit nuk e shanin, ata bënin diçka shumë më vështirë, bënin sikur nuk ekzistonte. Kjo ishte strategjia e vjetër, e trashëguar, e prerjes. Jo nuk ishte e nxituar apo e shprehur me zë, ishte e organizuar, pothuajse ceremoniale. Ishte mënyra se si komuniteti ndëshkonte atë që nuk i bindet kodit, jo me dhunë fizike, por me heqjen e asaj gjëje pa të cilën njeriu nuk mund të jetojë plotësisht, njohjen njerëzore. Sokoli ndalonte te dyqani i fshatit, ai dyqani vogël me shelfa të pakta dhe me parfumin e karakteristik të duhanit dhe çokoladës, dhe Ramu, pronari, i shërbente pa e shikuar, jo nga që ishte zënë, jo nga që kishte punë tjetër, por me atë heshtje aktive, ato sy të kthyer diku tjetër, atë zënësinë artificial. Djemtë e rinj me të cilët Sokoli kishte rritur, me të cilët kishte luajtur futboll në sheshin e fshatit kur ishin fëmijë, me të cilët kishte ndarë cigare dhe histori dhe ëndra, ata filluan ta shmangnin. Jo të gjithë me njëherë, njëri, si të binin degët e pemës. Besniku u largua i pari, me justifikimin e turbullt se kishte punë familjare. Pastaj Iliri, pastaj Genci, ai me të cilin Sokoli kishte shkuar bashkë te qyteti për të parë ndeshjen e fundit, ai me të cilin kishte qeshur deri në lota të mbrëmje. Mbeti vetëm Arjani, djali i guximshëm me flok kaqurrel dhe me gojë të shpejtë, ai që gjithmonë kishte mendimin e tij dhe nuk hezitonte ta tregonte. Arjani erdhi te shtëpia e Sokolit 3 ditë pas largimit të besnikut dhe u ul me të në shelgun e vjetër të oborit, dhe Sokoli e shikoi me mirënjohje të thellë dhe e dinte, me atë instinkt që vjen nga njohja e vërtetë e njeriut, se Arjani kishte paguar çmim për ato fjalë, kishte marrë presion, kishte dëgjuar gjëra, kishte qëndruar. Por edhe Arjani nuk mund të qëndronte gjatë. Fshati kishte ligje të pabesueshme dhe presioni mbi ata që lidheshin me Sokolin ishte po aq i fuqishëm sa presioni mbi Sokolin vet. Gjatë asaj periudhe, Sokoli filloi të vërejë diçka tjetër, se izolimi nuk ishte vetëm personal, kishte implikacione praktike, ekonomike, mbijetese. Livavet bashkëpunuese të maleve, ato toka ku familjet e fshatit punonin bashkë me traditë shekullore për të korrur dhe mbjell, nuk do t'i linin dot t'i përdorte vetëm. Ndihma reciproke e fshatit, ajo rrjet informale por e fuqishme e ndihmës së ndërsjellët, ku kjo familje ndihmonte atë tjetrën gjatë mbjelljes dhe kjo tjetra i kthente korrjen, do të ndërpritej për të. Kjo ishte presion ekzistencial. Sokoli e kuptoi, por nuk ndryshoi mendim. Natën, kur shtëpia mbetej e qetë dhe nëna flinte, apo bënte sikur flinte, Sokoli rinte jashtë në qiell dhe shikonte yjet dhe mendonte. Mendonte për baban, mendonte për njeriun e vrarë, Mirin, të cilin e kishte parë duke vdekur mbi gur, me sytë e hapur. Mendonte nëse kishte nderin e duhur, forcën e duhur, arsyen e duhur. Dhe çdo natë, pas çdo mendimi, arrinte të njëjtën përgjigje. Po, kishte. Por kjo përgjigje nuk e bënte gjërat më të lehta. Shpresa, nëna e Sokolit, ishte gruaja që kishte mbajtur familjen bashk me duart e saj të forta dhe zemrën e saj të madhe gjatë gjithë viteve.
Kishte mbijetuar thatësi, kishte mbijetuar sëmundje, kishte mbijetuar humbje të tjera të vogla. Por kjo, humbja e mirit dhe pastaj izolimi i Sokolit, ishte lloji i ndryshëm i barrës. Sepse shpresa ishte ndërmjet dy botëve. Nga njëra anë, ishte nëna e Sokolit. E donte të birin me atë dashuri absolute dhe pa kushte që vetëm nënat e din. Kuptonte vendimin e tij, apo ndoshta donte ta kuptonte, dhe dinte se gjali i saj nuk ishte frikaqak, nuk ishte i dobët, nuk ishte njeri pa nder. Ishte njeri me lloj tjetër nderi, me lloj tjetër guximi. Por nga ana tjetër, shpresa ishte grua e asaj shoqërie, asaj tradite, atij kodi të pashkruar. Ishte grua që kishte jetuar tërë jetën brenda sistemit të vlerave të fshatit, jo me detyrim të jashtëm, por sepse ato vlera ishin pjesë e saj, ishin thuri me teksturën e identitetit të saj, dhe ajo tradit thoshte se gjali duhej të merrte hakun. Kjo kontradike brendshme e shkatronte. Mëngjeseve, shpresa zgjohej herët dhe bënte punët e shtëpisë me ato lëvizje automatike të saj të vjetra. Buka, kafja, dhoma e rregulluar, banesta pastër, por Sokoli e vërejte se nëna e fliste në mënyrën se si shikonte. Kishte diçka të shlyer, diçka të gërryer. Ishte si të shihje një ndërtesë të fortë që brenda kishte filluar humbja e themeleve. Gratë e fshatit erdhen të shpresa. Erdhen sikur vazhdonin zihen, sikur vazhdonin ngushëllimin, por në fakt erdhen me diçka tjetër. Erdhen me presionin e tërthorte, me ato fjalë të peshta të mbuluara me dëmshuri. Shpresa, gruaja e Dolës, u tha një ditë, i butë dhe i keq njëkohësisht. Dim si është, e kemi parë, por ti si nën ke detyrë ta çosh drejt. Djali duhet të di, është i ri, nuk e ka kuptuar ende. Ti do t'ja shpjegosh. Dhe shpresa rinte ulur midis tyre me kafen në nxehtë ndërmjet palmëve dhe dëgjonte. Dëgjonte dhe heshte, sepse nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk donte të tradhtonte djalin e saj, por nuk donte as të tradhtonte traditën, njerëzit e saj, komunitetin e vetëm që kishte. Nata kur shpresa fliste me Sokolin ishte nata e inte e javës së dytë. Kishin ngrënë bashk në heshtje të madhe, buk misri, djath dhe ullinj, një supë e lehtë. Heshtja e darkës kishte qenë lloj të ndryshëm nga heshtjet e zakonshme familjare. Jo e rehatshme, jo e pranuar, por e ngarkuar si ajri para stuhisë. Pastaj shpresa foli. Foli pa e shikuar djalin, me sytë mbi tryezën prej druri. Sokol, tha ajo, unë nuk të urdhëroj, si jam ajo nën, por duhet të tregoj çfarë po ndodh, sepse ke të drejtë ta dish. Gratë e fshatit nuk vinë më si para. Ato vinë të rrisin presion. Ato thonë gjëra në përshpinë, thonë se ndaloj, mori frym. Se ne jemi bërë turp i fshatit, se Sokoli është frikacak, se miri, zoti e pas shpirtin, nuk gjeti hakun. Kjo e fundit e vriste, e digjoja se si e dhemte. Sokoli digjoj pa ndërprer. Nëna vazhdoi. Unë nuk e di nëse ke të drejtë apo gabim birë. Sinqerisht nuk e di. Jam grua e thjesht dhe kjo bot ka ligje që i kam pranuar pa shumë pyetje. Por e di një gjë, ti e djali im dhe jam e ytja. Çfarëdo që të vendosësh, jam e ytja, por duhet ta dish çfarë ke hyrë. Sokoli u ngrit nga tryeza, u afrua te nëna, ul pranë saj dhe e përqafoi. E përqafoi fort, ashtu si e përqafonte kur ishte fëmijë dhe kishte droje natën. Dhe ajo e lëshoi atë përqafim. I lëshoi të gjithë barën e asaj jave të tmerrshme. Dhe qau. Qanë të dy. Dhe kur qarja u qetësua dhe mbetën vetëm frymëmarrjet e rënda dhe oborri i natës me zërat e grerzave, Sokoli i tha nënës diçka që e kishte mbajtur brenda. Nën, babai nuk do ta donte. E di ty, e di edhe unë. Dhe nëse marr gjak, nuk e bëj nga nder, e bëj nga presioni. Dhe njeriu shpresa nuk foli, por kur u largua të shkonte të flihej, duart e saj, duke i lëshuar krahët e djalit, i shtypën edhe pak. Ato shtypje që nuk janë fjalë, por janë shumë më shumë se fjalë. Gjergji, xhaxhai me mustaqet e bardha, erdhi përsëri, 2 javë pas mbledhjes së parë të fisit.
Erdhi vetëm këtë herë, pa grup, pa dëshmitar. Erdhi mëngjesin herët, kur drita ishte ende e freskët dhe e bardhë mbi malet, dhe trokiti derën me grusht të rënd, siç trokisnin njerëzit e vjetër, me autoritet dhe pa shenjë turpi. Sokoli hapi derën, e pa, të gjatë, me shpatulla të gjëra edhe në mosh, me atë qëndrim të drejtë që disa burra e ruajnë deri në fund, si pronë të fundit. Gjergji hyri pa u ftuar, si qynte gjithmonë, sepse shtëpia e vëllait ishte shtëpia e tij, kishte qenë gjithmonë, dhe ky parim nuk ndryshonte vetëm se vëllai nuk ishte më. Ulën në odën e madhe, shpresa solli kafe, ato kafet e errta dhe të trasha që Gjergji i donte, dhe u tërhoq më njanë, me atë diskrecion të grave të vjetra që din kur nuk duhet të jenë prezente. Gjergji nuk filloi me njëherë. Piu kafen nga dalë, shikoi oborrin nga dritarja, vëreti pemën e dardhës, të cilën Miri e kishte mbjell dikur me duart e tij. Pastaj foli. Sokol, tha ai, unë jam ardhur si xhaxha i yt, jo si kreu i fisit. Sot nuk flas me ty si burr me burr të fisit, flas si njeri me njeri. A mund ta dëgjosh ashtu? Sokoli fa po. Gjergji ndaloi një moment, sikur të peshonte fjalët. Kur isha i ri, shumë kohë para teje, kishte një çast si i yti, jo saktësisht i njëjtë, por ngjashëm. Vëllai im i madh, jo Miri, por Shani. E kujtoni Shanin? Edhe ai u ndesh me ligjin e gjakut, edhe ai tha gjëra si ato që thua ti, dhe unë isha ai që i fola si po flas me ty tani. I thash të njëjtat fjalë, i thash nder, fis, gjak, dhe Shani më dëgjoi. Veproi, dhe jetoi pastaj me atë veprim si gur ndër shpinë, deri në ditën që vdiq. Nuk foli kurrë për të, por e kisha parë si e mbante. Sokoli dëgjoi. Dinte se Gjergji nuk po jepte shembull kundër gjakmarrjes, po jepte shembull pro saj. Por dinte edhe se njeriu po e tregonte diçka të vërtet për veten, diçka që nuk e tregonte shpesh. Pse po ma tregon këtë? Pyeti Sokoli. Gjergji i shipoi kafen e tij, pastaj ngriti syt. Sepse dua të dish se nuk jam armiku yt, nuk jam njeri që nuk kuptoj dhimbjen. Por Sokol, dhe dëgjom mirë, nëse nuk vepron, nuk është vetëm turpi i fisit, është siguria jote. Gjoku dhe familja e tij do ta interpretojnë mosveprimin si dobësi, dhe dobësia në këtë mjedis tërheq ujqt. Nuk të flas për nder, të flas për mbijetesë. Kjo ishte një argument tjetër, dhe Sokoli e ndjeu peshën e tij. Nuk ishte argument moral, ishte argument praktik, gati pragmatik, dhe kishte dozën e vetë të vërtetë. Por Sokoli mendoi edhe diçka tjetër. Nëse do të bënte gjë nga frika, nëse do të vepronte nga llogaritja e dobësisë dhe forcës, atëherë kush ishte ai? Nuk ishte njeri me parime. Ishte njeri i drobitur nga frika që e mbulonte me fjalë nderimi. Xhaxha, tha ai ngadalë. E kuptoj çfarë po thua. Dhe e di se kujdeset për mua. Por nëse veproj nga frika e uqve, atëherë jam tashmë i humbur. Babai im nuk ishte frikë, ndaj prandaj e vran. Por nuk do ta ndryshonte mendim nëse do ta dinte se kjo do të ndodhte. E njoh mirë. Gjergji qëndroi i heshtur gjatë. Kafe boshi mbeti ndërmjet tyre si dëshmitar i heshtur. Je kokfort si babai yt, tha ai në fund, dhe nuk e di nëse kjo është lavdërim apo mallkim. U ngrit, veshi pallton. Kur arriti te dera, u kthye pak. Fisi nuk do të tërhiqet, Sokol. Kjo është e fundit herë që flas me ty si mik. Herën tjetër do të flas si kreu, dhe ajo bisedë do të jetë ndryshe. Kjo nuk ishte kërcënim i hapur, ishte diçka mes paralajmërimit dhe trishtimit, dhe Sokoli nuk e dinte cila nga këto dy gjëra e dhembte më shumë. Javën e tretë, gjëret dolën në shesh, literalisht. Fshati kishte një shesh qendror, jo i madh, me disa pemë gështenjash anash dhe me gur të shesht ku pleqt uleshin zvarkave. Aty bëheshin takimet, aty vendoseshin mosmarrveshjet, aty fliste komuniteti me zët lartë. Dhe aty, atë të mërkur mëngjezin, Sokoli kuptoi se çfarë nënkuptonte të qenit i gjykuar nga fshati. Nuk ishte thirrje të organizuar, nuk ishte fjalim zyrtar, ishte më organike se kaq dhe për këtë arsye shumë më e frikshme. Sokoli kishte shkuar te sheshi për të bler bukën e të mërkurës, bukë e bardhë, e freskët,
ajo që piqej te furra e vjetër e agimit. Kishte kaluar rrugën kryesore, kishte kaluar pranë shtëpisë së kuqe të Mustafës, kishte arritur te sheshi. Dhe kishte 6 a 7 burra aty, pleqt dhe meshkuj të moshës mesatare, të ulur dhe të qëndrueshëm. E pan kur erdhi. Nuk u ngritën, nuk u larguan. Qëndruan. Sokoli vazhdoi drejt. Donte të kalonte, donte bukën e tij, donte të kthehej shtëpi. Por hapat e tij nga dal, pa e vendosur vet, u ndalën. Sepse njëri nga burrat, Sali, njeriu me ballin e lartë dhe me sjellje gjithmonë pak sfiduese, tha me zë të lartë, me atë zë që nuk ishte drejtuar vetëm tek Sokoli, por edhe te çdo vesh tjetër rreth e rrotull. Shiheni, ky është djali i mirit, djali që la baban pa gjak. Fjalët e ranë sigur. Sokoli ndali. Ndjeu nxehtësinë, jo turp, por diçka mes inatos dhe dhimbjes. Ktheu kokën dhe e shikoi drejt në sy. Sali nuk i hoqi syt. Kishte atë lloj guximi të lirë që vjen kur njeriu ndjen se komuniteti është pas tij, guxim kolektiv, jo personal. Tjetër burr foli, Beça, ai me mjekrën e kaçurrel. Gjaku i mirit kërkon drejtësi dhe djali nuk dëgjon. Ku shkoi nderi kësaj familje? Sokoli donte të fliste. Kishte fjalë, kishte shumë fjalë, por e dinte se këtu nuk ishte dialog, ishte gjykim, dhe gjykimi kishte vendosur para se ai të arrinte. Mori bukën, agimi ashtroi pa e shikuar me dorë të shpejtë dhe u kthye. Hapi i parë i kthimit ishte hapi më i vështirë jetës së tij deri atëherë, sepse duhej ta bënte pa nxitim, pa vrap, pa asnjë gjest që do të interpretohej si frikë. Duhej ta bënte me atë dinjitet të qetë që babai i tij e kishte pasur, atë qetësi që nuk ishte indiferencë, por ishte vendosmëri. Kur arriti shtëpi, vendosi bukën mbi tryezë dhe qëndroi te dritarja. Shikoi oborrin, pemën e dardhës, gurin e rrafshët ku babai ulej zakonisht pas dite. Dhe ndjeu për herë të parë me plotësi çfarë kishte zgjedhur. Ndjeu jo si abstrakcion moral, por si realitet konkret, fizik, të prekshëm. Kishte zgjedhur të jetonte si i huaj në vendin e tij. Kishte zgjedhur një lloj syrgjyni pa lëvizur nga shtëpia. Pyetja ishte, a kishte forcë ta mbante atë zgjedhje? Nuk e dinte, por dinte diçka tjetër, se nëse tërhiqej tani, nëse i nënshtrohej presionit jo nga bindje, por nga lodhja, atëherë do të kishte tradhtuar baban shumë më keq se çdo gjë tjetër. Ariani ervi atë pasdite, atë të njëjtën ditë të sheshit, dhe i gjeti Sokolin duke prerë dru në oborrin e pasme. Punë mekanike, fizike, e nevojshme, ajo lloj pune që mendon njeriu kur dëshiron t'i japi trupit diçka të bëj, që mendja të pushoj. U ul mbi trung dhe e shikoi Sokolin duke punuar. Nuk foli menjëherë. Ariani ishte nga ata njerëz që dinin të hynin në heshtjen e tjetrit pa e çrregulluar. Kam dëgjuar për sheshin, tha pas pak. Sokoli ndaloi goditjen e sapatës. E shikoi. Guximi hakmarrjes, guximi i burris, siç e kuptojmë ne këtu, dhe kallojnë tjetër, guximi i qëndrimit kundër gjithë botës për diçka që beson. Guximi i dytë e ka frikën e parë si loj fëmijësh. Ti ke guximin e dytë, Sokoli. Nuk e kam parë kur asnjë njeri tjetër me sytë e mi. Sokoli ndjeu diçka të ngrohtë brenda, jo ngazllim, por mirënjohje e thellë. Ajo lloj mirënjohje që të bën të ndihesh si njeri pasi je ndjer si hije. Por Ariani kishte edhe diçka tjetër për të thënë. Por Sokol, dëgjom, unë nuk mund të rri krah teje shumë gjatë. E di çfarë do të thotë kjo, e di se është e ulët, por familja ime ka fëmijë, ka gra, ka interesa në këtë fshat. Nëse rri me ty, e di çfarë do t'u bëjnë, e di çfarë lloj presioni do të vi, dhe nuk jam aq i fortë sa ti. Sokoli e shikoi përgjatë, pastaj tha me zë të qetë, nuk të kërkoj të qëndrosh, Arian, e kuptoj, dhe nuk do të të gjykoj kurrë. Ariani ngriu, dukej sikur kjo përgjigje e kishte dhembur shumë më shumë se çdo gjykim apo akuzë. Ngriti dorën, e vendosi mbi supet e Sokolit dhe e mbajti aty një moment. Je njeriu më i mirë që njoh, tha ai me zë shumë të ulët, dhe kjo është pjesa tragjike.
Pastaj u ngrit dhe u largua. Sokoli qëndroi mbi trung dhe shikoi shpinën e mikut të tij ndërsa largohej nëpër portën e oborrit. Dëgjoi hapat, dëgjoi portën e mbyllur, dëgjoi heshtjen. Tashme ishte vetëm vërtet. Jeta e fshatit kishte ritëm, dhe ky ritëm nuk ndalet as kur njeriu është në zi, as kur njeriu është i izoluar. Toka duhej punuar, shtazët duheshin ushqyer, shtëpia duhej mbajtur. Sokoli punoi. Punoi vetëm, gjë që në fshatin e tij ishte thuajse e pamundur praktikisht. Shumë punë i kërkonin 2 palë duar minimumi, por gjeti mënyra. Ngriti barzinën e vjetër të strehës vetëm me ingjeniozitet dhe dur, duke shpikur mbështetëse provizore për Sokoli mësoi të mos i lexonte. Jo nga indiferencë, por nga mbijetesë. Nëse do t'i lexonte të gjitha, nëse do t'i thithte të gjitha shikimet dhe fjalët dhe gjykimet, do të bllokohej si guri. Do të shndërrohej në statuj. Dhe statujat nuk punojnë tokën. Por kishte çaste kur mbrojtja e tij çalonte. Njëri nga ato çaste erdhi gjatë javës së 5, kur shkoi te kroi i madh dhe gjen Nuren, vajzën e Ramit, ajo me flokë të zezë dhe me sy të gjelbër që e kishte njohur prej fëmijërisë, duke larë rroba. Nure dhe Sokoli kishin qenë miq natyral të fëmijërisë, jo miqësi romantike, por ajo miqësia e thjeshtë dhe e pastër mes fëmijëve që rriten pranë njëri tjetrit dhe ndajnë të njëjtat rrugë. Kur Sokoli arriti, Nure ngriti kokën. E shikoi. Dhe për sekondën e parë, ajo sekonde lavdishme e sinqeritetit para se komuniteti të marrë kontrollin mbi individin, fytyra e saj shfaqi diçka të vërtetë. Njohje dhe mshuri. Pikëllim. Pastaj mbuli. E mbuloi me atë maskë neutrale dhe të sforcuar, ktheu syt te rrobat e saj dhe bëri sikur ai nuk ishte aty. Sokoli mori ujin e tij dhe u largua, por ai sekond, ajo sekonde vogël e fytyrave të zbuluara, e mbajti gjatë ndërmend, sepse i tregoi se njerëzit nuk kishin monolit. Kishin ndjenja të fshehura, kishin humanizëm të shtypuar, kishin dilema. Komuniteti kishte vendosur, por individët brenda saj nuk ishin të gjithë të bindur. Disa vetëm ishin të friksuar. Kjo njohje nuk e zgjidhi asgjë, por ndryshoi pak mënyrën se si Sokoli shikonte botën rreth tij, me më pak binarizëm, me më shumë nuancë. Muajin e dytë erdhi diçka e papritur. Erdhi si letër, fizike, e shkruar me dorë, e hedhur nën derë herët mëngjesin kur as Sokoli, as nëna nuk ishin zgjuar ende. E gjeti Sokoli kur doli herët të çonte lopët, një zarf të bardhë pa emër, pa adres, shtrirë mbi qilimin antik të portës. E mori. E çeli jashtë me dritën e mëngjesit të hershëm mbi fytyrën e tij. Letra ishte e shkurtër, shkruar me dorëshkrim të parregullt, me fjalë të thjeshta, dhe thoshte diçka që Sokoli nuk e priste fare. Thoshte: Djali i mirit, unë jam Gjoku. Nuk kam nevojë të shpjegoj kush jam. E di se bota pret gjak mes nesh dhe e di se ti ke refuzuar. Nuk jam shkruar të fyej apo të kërcënoj. Jam shkruar sepse kam një fëmijë të sëmur dhe nuk dua të jetoj duke pritur plumbin. Nëse ke vullnet të flasim, di se jam gati. Nëse nuk ke, nuk do të dëgjosh nga unë sërish. Zgjedhja është jotja. Sokoli i lexoi 2 herë, 3 herë. E palos, e futi në xhep me justifikim. Por me atë lloj lodhje njerëzore që kalon drejt mbi barierat e sistemeve dhe godet njeriun tjetër drejt. Sokoli nuk ju përgjigj menjëherë. Nuk mund t'i përgjigjej menjëherë. Nuk kishte vendosur ende nëse donte dialog apo nëse kishte hapësirë për dialog. Dinte vetëm se letra ishte reale, se Gjoku ishte njeri edhe ai, dhe se kjo letër kishte thyer pak strukturën e gjithçkaje. Por dinte edhe diçka tjetër. Nëse dikush zbulonte se kishte marrë letër nga Gjoku dhe nuk e kishte treguar, ose edhe nëse e kishte lexuar, presioni do të rritej jo me 10, por me 100. E mbajti të fshehtë. Vetëm nëna e diti. Dhe nëna, kur e lexoi letrën, u ndale feshtur për gjatë. Pastaj tha me zë shumë të qetë: Ky njeri ka frikë, Sokol. Frika e bën njerëzit të bëjnë gjëra të paparashikueshme, të mira e të këqija njëkohësisht. Sokoli e ruajti letrën, e ruajti si dokumentin e parë të mundësisë se ndoshta, rrugën tjetër të fshehur nga tradita,
kishte hapësirë reale. Muajt vazhduan, edhe me muajt, izolimi u bë jo gjë e re dhe shokuese, por gjë e zakonshme, dhe kjo ishte, çuditërisht, shumë më vështirë. Kur izolimi ishte i ri, kishte adrenalin të ankthit, kishte energji të rezistencës, kishte atë forcë morale të dikujt që ka marrë vendim dhe e mban fort. Por kur izolimi bëhet rutinë, kur mësuesh të zgjohesh çdo mëngjes me heshtjen e fshatit rreth teje, kur mësuesh të hash darkën pa ftesë nga askush dhe të flesh pas një zë miqësor, atëherë fillon gërryerja. Sokoli filloi të ndryshojë. Jo në vendimin e tij, vendimi mbeti i fortë siguri, por ndryshoi në mënyrën se si jetonte ditën. Filloi të flisnin pak, edhe me nënën. Filloi të kalonte orë të gjata të duke punuar në heshtje, korrje, ndreqje, gdhendje. Kishte gjetur shkaftësinë e punës manuale si streh. Kur duart ishin të zëna, mendja nuk kishte hapësirë të endej në përvendet e errta. Por Nata ishte e ndryshme. Nata nuk ishte punë. Nata kishte vetëm mendimin e pastër dhe zëna të fshehur. Dhe Nata sillte gjithmonë baban. Jo si ankth, jo si perror, por si prani. Sokoli ndjente baban pranë gjatë natës, ndjente zërin e tij, atë ton të ulët dhe të sigurt, ato fjalë të thjeshta, ndjente erën e tij, bar, duhan dhe diçka tjetër specifike dhe e pashpjegueshme që nuk ka emër, por çdo fëmijë e di. Era e babit. Dhe natën, Sokoli fliste me baban, jo si zë të lartë, jo si çmendulie, por si ata biseda të brendshme të heshtura që i ka çdo njeri që ka humbur dikënd dhe nuk ka mbaruar ende t'i thot gjithçka. I thoshte, a bëra mirë, bab? A jam duke e bërë drejt? Dhe nuk dinte kur nëse bënte mirë. Kishte çaste kur ndjehej i sigurt, i qartë, i drejt. Kishte çaste të tjera, zakonisht në mes të natës, kur lodhja e trupit largohet dhe lodhja e shpirtit mbetet e vetme, kur ndjente dyshim të thellë. Çfarë nëse njerëzit kishin të drejtë? Çfarë nëse kodi i tyre, i vjetër dhe i ashpër, kishte një logjik të brendshme që ai nuk e kuptonte plotësisht? Çfarë nëse babai, në fund të fundit, kishte nevojë për diçka që ai, djali i tij, nuk ja kishte dhënë? Këto pyetje nuk kishin përgjigje. Ose, gjë edhe më e vështirë, kishin shumë përgjigje njëkohësisht dhe asnjëra prej tyre nuk ishte e plotë. Dhe Sokoli mësoi të jetonte me papërsosjen e përgjigjes. Mësoi se qartësia morale absolute ishte luksi i atyre që nuk jetojnë realitetin, dhe se njeriu real jeton me dilema, me paqartësi dhe me vendime të bëra me informacion të paplotë. Ky ishte pjekurimi i tij. I dhimbshëm, i vonë, i padëshiruar. Plaku Selman, njeriu më i moshuar i fshatit, ai i cili mbante mend gjëra që të tjerët i dinin vetëm si legjenda, erdhi te Sokoli një ditë kur moti kishte filluar të ftohej dhe fletët e hershme të vjeshtës kishin nisur të verdhohen. Plaku Selman ishte ndryshe nga Gjergji. Gjergji kishte autoritetin e fisit, autoritetin e sistemit. Selmani kishte diçka tjetër, autoritetin e viteve, autoritetin e atij që ka parë shumë dhe ka heshtur shumë dhe kur flet sepse ka arsye. Ulën bashk në ndardhën e oborit. Nëna soli kafe dhe pak arra të reja, fruti i parë i vjeshtës. Selmani i hëngri ngadalë, me ato dhëmë të vjetër por akoma të fortë. Sokol, tha ai, e di pse jam ardhur? Jo, tha Sokoli. Kam ardhur sepse jam i vjetër dhe ka gjëra që nuk mund t'i lë pa thënë para se të dal nga kjo botë. Kanuni, e di çfarë është kanuni? E di, tha Sokoli. Selmani ngriti dorën. Jo, tha ai me qetësi. Ti mendon se e di, por e di gjysmën që njerëzit të tregojnë sepse u shkon llogaris t'i tregojnë. Nuk të kanë treguar gjysmën tjetër. Sokoli u ndal. Kjo ishte e papritura. Plaku vazhdoi. Kanuni ka dispozita për gjakmarrjen. Po, ka rregulla. Por ka edhe diçka tjetër. Ka besa, ka falja, ka mundësinë e pajtimit. Kanuni nuk është vetëm ligji i gjakut, është edhe ligji i nderit, dhe nderi ka shumë forma.
Njëra formë e nderit është të marrësh gjak, por formë tjetër dhe e vjetra, plani i parë, është të bësh paqe, të bësh besa, të zgjidhësh mosmarrveshjen si njerëz, para se të arrish te gjaku. Sokoli dëgjoi me vëmendje të plot. Ma të vëmendje kur ndjeni se po dëgjoni diçka të rëndësishme. Selmani vazhdoi. Kur fshati yt flet për kanun, flet për gjysmën e tij, gjysmën që u lejon të ketë pushtet mbi njëri tjetrin, gjysmën që u lejon të gjykojnë dhe ndëshkojnë. Por kanuni i vërtet, Sokol, siç ishte menduar, kishte ekuilibër, kishte vend për njeriu që thoshte dua paqen, dhe ai njeri nuk ishte i dobët, ishte i guximshëm me lloj tjetër guximi. Sokoli ndjeu diçka duke liruar brenda tij, jo vendimi, i cili tashmë ishte vendosur prej kohësh, por diçka emocionalisht. Ndjeu sikur për herë të parë tradita vetë i jepte hapësirë, jo tradita si që interpretonin njerëzit e fshatit të tij, por tradita si ajo kishte qenë, si ajo mund të ishte. Ti je njeri i parë që ma thot këta, tha Sokoli. Selmani qeshi, një qeshje e shkurtër, e thatë, paksa e hidhur. Sepse të tjerët nuk e din, ose e din dhe nuk u intereson. Dia humb kur nuk e tregon njëri. Pasi u largua plaku, Sokoli qëndroi gjatë në ndardh. Dëgjonte zërin e vet të brendshëm, jo dyshimin, por diçka që i ngjante shpresës, jo shpresë romantike, jo shpresë naive, por ajo shpresë konkrete dhe realiste që njeriu ka kur sheh për herë të parë se rruga ekziston. Letra e gjokut kishte mbetur. Sokoli e kishte lexuar shumë herë, e kishte menduar nga shumë kënde dhe e kishte vendosur ndërmend si pikë referimi. Dhe pas bisedës me Selmanin, diçka u ndryshoi. Gjoku jetonte në anën tjetër të fshatit, ose me saktësi në fshatin Fqinj, atë të voglin pran lumit. Midis dy fshatrave kishte rreth gjysmore këmbës, nëpër rrugën e baltosur që kalonte nëpër pyllin e ahut. Sokoli vendosi të shkonte. Nuk e tha nënës, jo sepse fshehu, por sepse nuk donte të ngarkonte mbi të zgjedhjen e mundshme të rrezikut. E dinte se po shkonte vetëm, e dinte se po shkonte te njeriu që thuhet se kishte vrarë baban e tij dhe e dinte se nëse dikush nga fshati do ta shihte, do të kishte pasoja. Por e bëri. E bëri mëngjesin herët, para se fshati të zgjohej plotësisht. Hyri në pyllin e ahut kur mjegulla ishte akoma e trashme spemve, kur toka ishte e butë nga vesa e natës, kur çdo hap bënte atë zë të butë dhe të lagët të tokës vjeshtore. Gjoku e priste. Duhej të ishte njoftuar prej dikujt, ose ndoshta e kishte llogaritur që Sokoli do të vinte dhe kishte qenë aty çdo mëngjes. Rrinte ulur mbi trung të vjetër të rrëzuar, me duart mbi gjunjë, me fytyrën që shikonte rrugën. Ishte njeri i moshës mesatare, jo shumë ndryshe nga çfarë kishte imagjinuar Sokoli. Kishte flok të thinjur nismëtar, kishte rrudha të thella rreth syve, kishte atë lloj fytyre të lodhur dhe të ndërgjeshme që sheh tek njerëzit që kanë patur shumë peshë mbi kuriz. U pan, asnjëri nuk foli menjëherë. Pastaj Gjoku foli. Erdhe. Po, tha Sokoli. Gjoku ngriti syt. Kishte atë lloj shikimi drithërues, jo agresiv, por i hapët çuditërisht, si shikimi i dikujt që ka hequr dorë nga mashtrimi dhe ka vendosur të jeti sinqert, edhe nëse sinqeriteti e dëmton. Sokol, tha ai, nuk e justifikoj atë që ndodhi. Nuk kam fjalë për të shpjeguar pse ndodhi, sepse arsyet nuk ndryshojnë faktin. Por dua të them një gjë dhe vetëm njërin. Unë nuk doja të kishte dalë kështu. Doli si doli, sepse njerëzit e zemëruar bëjnë gjëra që njerëzit e qetë si bëjnë kurrë. Kjo nuk ma heq fajin, por e them se jam person dhe kam fëmijë dhe e di çfarë dhimbje ju kam shkaktuar. Sokoli e dëgjoi. Ndjeu shumë gjëra njëkohësisht. Dhimbje, por edhe çuditërisht diçka si njohje, jo falje, jo ende, por njohje e humanizmit të atij njeriu. Pse më shkrove? Pyeti Sokoli. Gjoku ngriti krahët pak. Sepse jam lodhur me frikën. Kam dëgjuar se ti ke refuzuar të marrësh gjak. Nuk e besova fillimisht.
Mendova se ishte lojë, se ishe duke pritur kohën, por javët kaluan dhe e kuptova se ishte e vërtet, dhe mendova se njeriu që ka guxim të qëndrojë kundër gjithë fshatit të tij, ndoshta ka edhe guxim të flejë. Fjalët e fundit, ndoshta ka edhe guxim të flejë, ran mbi Sokolin me peshë specifike, sepse fjetja nuk ishte vetëm pushim, ishte edhe besim, besim se nuk do të vrisje, besim se jeta vazhdon. Flitën për gjatë atë mëngjes, nuk ishte pajtim, pajtimi kishte rrugë të gjatë dhe të vështirë para, por ishte dialog, ishte dy njerëz duke u shikuar në sy pa velo të sistemit, pa strukturën e kodit mbi ta, dhe duke gjetur, me të gjitha pasojat dhe dhimbjet, dy njerëz. Kur u ndan, nuk dhan dorë, nuk ishte koha, por gjoku, kur u kthye, tha diçka pa u kthyer. Sokol, fëmia im quhet Liri, 3 vjeç. Nëse ka botë ku ai rritet pa pritur plumbin, jam gati ta bëj gjithçka për atë botë. Sokoli ktheu shtëpi. Nëna kishte zgjuar dhe po bënte bukën e mëngjesit. E pyeti ku kishte qenë dhe Sokoli i tha të vërtetën. Shpresa ndaloi gatimin. Shikoi djalin. Kishte atë shprehje që Sokoli e njihte mirë, jo zemërim, por atë heshtje e thellë e nënës kur përpunon diçka të rëndësishme para se të flasë. Pastaj tha, a ishte i vetëm? Po, tha Sokoli. Dhe nëna ktheu sytë te buka e saj dhe nuk tha asgjë tjetër, por Sokoli e vuri re diçka. Duart e saj nuk dridheshin. Kur nëna i kishte frikë diçkaje, duart i dridheshin. Gjithmonë ishte shenje vetme e fshet që tradhtonte shqetësimin e saj, por sot duart ishin të qeta. Ndoshta edhe ajo kishte pritur diçka të tillë, ndoshta edhe ajo kishte shpresuar, pa e thënë me fjalë, se djali i saj do të gjente rrugën tjetër, jo rrugën e armës, por rrugën e njeriut. Por fshati nuk ishte fjetur. Javën e 4 të muajit të dytë, Gjergji mblodhi fisin sërish. Këtë herë, thirrja ishte zyrtare, jo bisedë private, por mbledhje e hapur. Sokoli u njoftua jo me ftesë, por me mesazh të ftohtë dhe të shkurtër përmes fëmijës së një kushërini. Fisi mblidhet, prania jote kërkohet. Sokoli shkoi sepse nuk kishte arsye të mos shkonte. Ikja do t'ishte shenjë frike, dhe ai nuk kishte frikë. Kishte shumë gjëra të tjera, dhimbje, lodhje, trishtim, por frikë jo. Dhoma ishte e mbushur, jo vetëm burrat e fisit këtë herë. Kishin ardhur edhe burra të tjerë të fshatit, disa jo që të fisit, por të zonës, njerëz me peshë dhe me pozicion. Kjo ishte gjykate plot e komunitetit. Gjergji foli me seriozitet të plot, falenderoi të pranishmit, shpjegoi situatën, jo se kishte nevojë ta shpjegonte sepse të gjithë e dinin, por forma kërkonte shpallje. Pastaj ktheu sytë te Sokoli dhe tha: Sokol, djali i mirit, 2 muaj kanë kaluar, gjaku i babait tënd është ende i pashpaguar. Fisi ka pritur, ka respektuar dhimbjen tënde, ka dhënë kohë, por koha ka mbaruar. Kemi të drejtë të dimë, çfarë ke vendosur? Dhoma u bë e qetë siguri. Sokoli ngriti kokën, shikoi Gjergjin, shikoi burrat rreth tij, shikoi fytyrat, disa të zemëruara, disa të shqetësuara, disa të fshehura pas neutraliteti artificiale. Dhe ndjeu, për sekondën e fundit, shtytjen e atyre pritshmërive, shtytjen fizike pothuajse, si val presioni nga të gjitha anët. Pastaj foli qetë dhe qartë, me zë që nuk tundej. E kam vendosur prej ditës që mbajta dorën e babait tim mbi gurët e rrugës. Nuk do të marr gjak, jo sepse babai im nuk ja vlente. Babai im ishte njeriu më i mirë që kam njohur, dhe humbja e tij është plag që nuk mbyllet, por pikërisht sepse ishte njeriu që ishte, pikërisht sepse e di që mendonte dhe që besonte, nuk mund ta tradhtoj me një akt që ai e urrente. Gjaku i tij nuk shpaguhet me gjak tjetër. Gjaku i tij shpaguhet duke jetuar drejt, duke qenë djali që ai dëshironte, duke mos shtuar varreza në botë. Heshtje. Pastaj Gjergji foli me zë të ngurtë. Sokol, kjo është fyerje ndaj fisit, kjo është fyerje ndaj gjakut.
Nëse nuk vepron, fisi nuk mund të njohë si njërin e vetë. Sokoli shikoi Xhaxhain drejt në sy. E di, tha ai, e pranoja të pasoj, por nuk ndryshoj. Mbledhja mbaroi pa rezolucion të qartë, por me atë peshë të rënd të një vendimi të dhënë. Njerëzit u larguan. Disa e shikuan Sokolin me kureshtje, disa me zemërim. Një plak i vjetër, ai që rrinte gjithmonë në cep dhe nuk fliste kurrë, e shikoi kur kaloi pranë tij dhe vetëm me syt, pa asnjë fjalë, pa asnjë gjest, i dha atë shenjë të vogël dhe të fshehur të njohjes njerëzore. Një nod i vogël, pothuajse i padukshëm. Sokoli e kapi dhe e mbajti. Fshati u mbulua me borë të parë të vjeshtës dhe izolimi u bë edhe më fizik. Rrugët e malit mbylleshin gradualisht, qyteti i afërt bëhej më i largët. Njerëzit mbeteshin më shumë brenda dhe kjo nënkuptonte se edhe bota sociale e fshatit u ngushtua. Dhe në atë ngushtim, fytyrat u panë çdo ditë, zërat u dëgjuan çdo ditë dhe izolimi i Sokolit u bë gjë e pamundur të shpërfillesh. Por diçka kishte ndryshuar pas mbledhjes. Nuk ishte ndryshim i madh, nuk ishte kthes dramatike. Ishte diçka subtile. Disa njerëz filluan të komunikonin me Sokolin në mënyrë minimale, instrumentale. Jo miqësi, jo njohje, por edhe jo heshtja totale absolute. Fare, i thonin kur kalonin. Mirëmëngjes me zë të ulët. Asgjë më shumë, por asgjë më pak. Sokoli e kuptoi. Kishin kaluar në për 2 muaj presion, kishin parë se ai nuk lëkundeshin, dhe disa prej tyre, jo të gjithë, jo shumica, por pak, kishin filluar të arrin diçka. Ndoshta jo respekt të plot, por një lloj njohje të pazakont. Nure, vajza e Ramit, ajo me sytë e gjelbër, i kaloi pranë një herë te kroji dhe, kur nuk ishte askush tjetër aty, tha me zë aq të ulët sa Sokoli me zi e dëgjoi. Babai im nuk mendon si fshati, por ka frikë të thot. Pastaj u largua shpejt. Sokoli qëndroi te kroji. Ato fjalë ishin si fara e vogël e hedhur mbi tokën e ngrirë, pak gjasa për mbirje me njëherë, por fara ishte aty. Nata e asaj dite, Sokoli shkroi për herë të parë. Nuk ishte shkruar kurrë ditar, kurrë nuk ishte qenë nga ata njerëz, por mori fletë dhe laps dhe filloi të shkruaj, jo si histori, por si gjërat si ishin, çfarë kishte ndodhur, çfarë kishte ndier, çfarë kishte menduar, çfarë kishte paguar. Shkroi gjatë natës deri kur drita e qiririt u dobësua, dhe kur mbaroi, ndjeu diçka të çuditshme, lehtësim. Jo zgjidhja e problemeve, jo ndryshimi i rrethanave, por lehtësia e dikujt që ka mbajtur shumë brenda dhe ka gjetur vend ku ta vendos. Kishte 2 kushërinj që Sokoli i kishte dashur të veçantë fëmijërisë, Besimi dhe Floriani, djemtë e Gjergjut. Me ta kishte rritur, me ta kishte luajtur, me ta kishte ndarë sekretet e para dhe guximin e parë adoleshent. Lidhja e tyre kishte qenë nga ato lidhje që ndihen si gjak i 2 fisht, jo vetëm kushëri, por pothuajse vëllezër. Por Besimi dhe Floriani ishin bijtë e Gjergjut, dhe Gjergji i kishte vendosur para zgjedhjes, ose Fisi, ose Sokoli. Besimi kishte zgjedhur Fisi, ishte larguar me heshtje të ftohtë dhe nuk ishte folur me Sokolin qysh nga mbledhja e parë. Floriani kishte tentuar të qëndronte neutral, por neutraliteti në atë mjedis ishte luks i paarritshëm, dhe gradualisht edhe Floriani kishte filluar të zbehet nga horizonti i Sokolit. Por atë dimrin, Floriani erdhi. Erdhi vonë natën, kur fshati ishte fjetur, kur dëbora e re kishte mbuluar gjurmët e mbrëmjes. Troket derën lehtë, trokitja e njohur, ritmi i vjetër i fëmijërisë tyre. Sokoli e njohu me njëherë. Hyri brenda,
rinde i shqetësuar, me jakën e ngritur, me syt duke skanuar hapësirën si dikush që ka ardhur duke u kujdesur mos shihet. Sokol, tha i me zë të ullët, nuk kam shumë kohë, por duhej të vija. Ullën. Sokoli nuk tha asgjë. Priti. Floriani foli. Babi është i zemëruar me ty. Besimi është i zemëruar. Thisi është i zemëruar. E di të gjithë këtë. Por, Sokol, kur isha fëmijë, ti isha ai që më mësoje se si të mos qaja, kur bia dhe lëndohesha. Më thoje, qohu Florian, dhimbja kalon. Dhe kalonte. Dhe tani po shoh se ti e ai që ka rënë dhe nuk të ngre kush, dhe dua të them se qohu. Jo se dhimbja kalon, por se ke gjë brenda tyje që shumica prej nesh nuk e kemi, dhe do t'ishte gabim kolosale ta humbisje. Sokoli ndjeu ndjenjën e njohur të asaj mirënjohje të thellë, ajo ndjenjë që të vjen kur dikush të sheh vërtet. Por pastaj, Floriani shtoi. Dhe Sokol, dua të paralajmëroj diçka. Ka njerëz në fis, jo babi, por të tjerë, që flasin për gjëra më ekstreme. Nuk di saktësi, por kam dëgjuar fragmente. Ki kujdes. Kjo ishte paralajmërimi vërtet. Sokoli e mori seriozisht. Pasi Floriani u largua, Sokoli qëndroi ulur dhe mendoi. Deri tani kishte menduar izolimin si penalizim social, të dhimbshëm, por jo të rrezikshëm fizikisht. Por paralajmërimi i Florianit shtoi dimension tjetër. Duhej të vendoste si do ta menaxhonte këtë. Selmani qeshi me atë qeshje të tij të shkurtër. Unë jam shumë i vjetër për të fshehur pas nën kuptimeve, tha ai. Po, kam do kënd në mendje. Kam veten. Jam i vjetër, jam jashtë fisit dhe nuk kam frikë nga asnjëri. Kjo është kombinimi rrallë. Sokoli e shikoi plakun. Ato trup të dobësuar nga vitet, ato duar me damar të dalur, ato sytë vegjële të mpret që shihnin shumë më thellë se shumica. Dhe ndjeu diçka të rrallë, shpresë konkrete, jo abstrakte, jo sentimentale, por shpresë me formë, me plan, me rrugë. E di se po rrezikon, i tha. Selmani u ngrit ngadalë nga karrigja e tij e vjetër. Sokol, tha ai, kur të arrish moshën time, kuptoni se rreziku i vetëm real është të vdesësh pa bërë gjërat që duhesh e bërë. Gjithçka tjetër është vetëm siklet. Jashtë, Bora kishte bërë botën të bardhë dhe të heshtur. Sokoli ktheu shtëpi nga Selmani me hapat ngadalt, duke lënë gjurmë të thella pas vetes në borën e freskët. Ishte nga ato mbrëmje dimri, kur ajri është kaq i pastër sa të dhëmbin mushkërit kur merr frymë, dhe qielli mbi male është i mbushur me yje si kur dimri thellë. Mendoi për Lirin, fëmijën 3 vjeçar të gjokut. 3 vjeç. Fëmijë që nuk e dinte asgjë nga historia e rëndë mbi kokën e tij. Fëmijë që nuk e kishte zgjedhur baban e tij, nuk e kishte zgjedhur fisin, nuk e kishte zgjedhur mosmarrveshjen e tokës që kishte filluar para lindjes së tij. Fëmijë që po rritej me atë peshë si trashëgimi i padëshiruar. Dhe Sokoli mendoi, nëse kodi i gjakmarrjes mbetet i pandërprer, Liri do të rritet duke ditur se babai i tij ka gjak mbi duar. Do të rritet me atë ndjenjën e tmerrshme të fajit dhe rrezikut njëkohësisht. Dhe kur të rritet, do t'i tregojnë se edhe ai ka detyrim, se gjaku kërkon gjak dhe se zinxhiri vazhdon. Zinxhiri. Kjo ishte fjala. Gjakmarrja nuk ishte vetëm akti vetëm, ishte zinxhir. Çdo hallkë e re lidhet me tjetrën, dhe askush nuk pyet kur se ku filloi zinxhiri, kush e forxoi hallkën e tar. Sokoli ishte vendosur të mos shtonte hallkë tjetër. Por kjo nuk mjaftonte. Heqja e hallkës nuk e priste zinxhirin, vetëm e ndërpriste për pak. Për ta prerë plotësisht, duhej diçka tjetër. Duhej pajtimi. Nata kur fisi vendosi ta izolonte plotësisht, erdhi pa paralajmërim. Ishte fundjavë dimri,
Kur pleqt e mbledhur në ndardhën e ngrirë të sheshit, vendosën me unanimitet. Sokoli dhe nëna e tij nuk do të merrnin ndihmën e bashkëpunimit të fshatit. Kjo nën kuptonte se nuk do të kishte korse bashkëpunuese për familjen e tyre. Nuk do të kishte ndihmë kur shtëpia duhej riparuar. Nuk do të kishte qasjet e gruri bashkëpunues. Nuk do të kishte solidaritet. Kjo ishte forma zyrtare e ostracizmit, e vjetër si shoqëria njerëzore vet, e dhimbshme si çdo ndëshkim kolektiv. Sokoli e mori vesh nga Floriani, i cili erdhi herët mëngjesin tjetër me fytyrë të brengosur. Floriani nuk qëndroi gjatë, nuk mund, por i tha atë që duhej thënë. Sokoli dëgjoi, falenderoi Florianin, dhe kur kushëriri u largua, hyri brenda dhe i tregoi nënës. Shpresa u ndal me kupën e kafes në dorë dhe e shikoi djalin. Fytyra e saj nuk shfaqi shok, shfaqi atë shprehje të lodhur të dikujt që e priste dhe e kish frikë njëkohësisht. Sokol, tha ajo, a je i sigurt? Po, tha ai, a ke pendim? Shpresa vendosi kupën, erdhi te djali, mori fytyrën e tij ndërmjet palmave, siç kishte bërë kur ishte i vogël, siç bënte kur donte t'i tregonte diçka të rëndësishme duke e parë drejt në sy. Sokol, tha ajo, kam lindur e rritur me ligjet e fshatit dhe i kam respektuar gjithë jetën. Por e di diçka, ligji njerëzor ka kuptim vetëm kur mbron njerëzin. Kur e dëmton, nuk meriton emrin ligj. Ti ke bërë gjë të vështirë, gjë që nuk do kur ta marr lehtë, por nuk je gabim, djali im, nuk je gabim. Sokoli ndjeu lotët, herë e parë prej muajsh që i ndjeu si të duara, jo si shenjë dobësie, por si shenjë se ishte akoma i gjallë brenda. E përqafoi nënën dhe qau pak, jo shumë, me atë shkurtësi mashkullore të kultivuar nga e njëjta traditë që e dënonte tani. Dhe pastaj u liruan dhe ulën dhe planifikuan. Planifikuan si do t'i menaxhonin nevojat e tyre vetëm, çfarë mund të bënin vetë, çfarë mund të blinin me t'holla, çfarë duhej zgjidhur me kreativitet. Ishte bisedë praktike, e ftohtë e nevojshme, dhe mbrënda asaj bisede praktike kishte diçka të çmuar, dy njerëz që kishin vendosur të mbijetonin me dinjitet. Selmani veproi pa bujë, siç bënte gjithçka. Filloi me takime individuale, jo mbledhje të mëdha, jo shpallje zyrtare. Takime të vogla me kafe, me bura të caktuar që kishte njohur dekadat dhe u besonte. Fliste me ta jo me gjuhën e sistemit, por me gjuhën e mençurisë praktike. Sa gjak duhet të derdhet para se njerëzit të kuptojnë se dëshirojnë paqen. Sa fëmijë duhet rriten me urrëtitjen e trashëguar para se dikush të thotë mjaft. Fjalët e tij nuk ishin kundër traditës. Selmani ishte shumë i mençur për ta bërë atë gabim. Ai fliste brenda traditës, duke gjetur brenda asaj tradite vlerat që mbështetnin paqen, besa, nderi i fjalës, guximi i pajtimit. Ndërkohë, kontaktoi Gjokun nëpërmjet kanalit të vetëm të sigurt, përmes gruas së tij Fatimes, e cila kishte miqe në fshat dhe mund të lëvizte pa ngritur dyshime. Gjoku pranoi menjëherë. Fatima solli përgjigjen brenda 2 ditësh. Bashkëshorti im është gati të vijë kudo dhe kur të vendosni. Selmani koordinoi. Vendosi vendin, shtëpia e tij, e sigurt dhe neutrale. Vendosi kohën, natën, kur fshati flinte. Vendosi prezentët, vetëm ata të nevojshëm. Sokoli, Gjoku, Selmani si ndërmjetës dhe 2 dëshmitar të besuar nga çdo palë. Natën e takimit, bora kishte ndaluar dhe qielli ishte i qartë e i ftohtë. Sokoli shkoi me hapa të qetë nëpër rrugët e bardha të fshatit të fjetur, me frymarrjen e tij duke bërë re të vogla në ajrin e ftohtë. Ndjeu gjithçka me intensitet të veçantë atë natë, fortësinë e borës nën këmbë, tingullin e heshtjes absolute të fshatit dimëror, dritën e vetme të ndezur tek shtëpia e Selmanit si llampë udhërrëfyese. Gjoku kishte ardhur tashmë. Rrinte ulur në skaj të dhomës, me duart mbi gjunjë, me atë shprehje të njohur të lodhjes dhe gatishmërisë njëkohësisht. Selmani i priti të dy, i ndau si të shtroheshin, Sokoli nga njëra anë, Gjoku nga ana tjetër, ai vetë mes tyre, dhe filloi me fjalë të qeta por autoritative. Jemi këtu jo se dikush na detyron, tha ai.
Jemi këtu sepse 2 familje kanë vuajtur mjaftueshëm dhe 2 njerëz kanë guximin të provojnë rrugën tjetër. Kjo natë nuk zgjidh gjithçka, por mund të hap derën. Folën, fillimisht me kujdes, fjalë të matura, pa guxim të plot. Pastaj ngadalë, ndërkohë që Selmani ndërmjetësonte me durim dhe urtësi, filluan fjalët e vërteta të dalin. Gjoku foli për origjinën e mosmarrveshjes, jo si justifikim, por si kontekst. Tregoi se si gjërat kishin eskaluar në përbrezat, se si urrejtja ishte bërë automatizuar, se si asnjëri nuk e kishte zgjedhur vetë, por të gjithë e kishin trashëguar si pronë të padëshiruar. Sokoli dëgjoi, dhe kur foli për baban, për mirin si njeri, jo si viktim, jo si simbol. Tregoi kujtime specifike, si miri qeshte, si miri punonte tokën, si miri fliste për paqen me atë besim të thjesht dhe të pathyer të dikujt që nuk e kishte humbur besimin tek njerëzimi. Dhe kur mbaroi, kishte diçka, jo lot, por diçka në zërin e tij që bëri Gjokun të ul kokën. Erdhi momenti i gjatë heshtjeje. Pastaj Gjoku ngriti kokën dhe the, me zë të thyer, por të qartë, miri nuk duhej të vdiste, ishte i pafajshëm dhe fajin e mbaj unë dhe do ta mbaj gjithë jetën, por duhet të jetoj duke bërë gjë të mirë me atë barr, jo duke shtuar mbi të. Procesi i pajtimit nuk bëhej në një natë. Selmani e kishte thënë qartë, por ajo natë e parë vendosi themel, vendosi faktin se të dyja palët kishin vullnet dhe vullneti ishte gjysma e rrugës. Takimet vijuan 3, 4, 5, gjithmonë natën, gjithmonë te Selmani, gjithmonë me atë diskretitetin e kujdesshëm të njerëzve që bëjnë gjë të rëndësishme në vend të gabuar. Dëbora u shkri gradualisht, Stina ndryshoi, dhe paralelisht me ndryshimin e Stinës, ndryshoi edhe diçka tjetër, diçka e padukshme por e ndjeshme, si ndryshimi i presionit atmosferik para shiut. Fjalët kishin filluar të rridheshin, jo të gjitha fjalët, jo ato zyrtare dhe jo ato dramatiket, por ato fjalët e vogla të botës praktike. Mirëmëngjesi kthyer, shenje kokës, hapje dere kur i afrohesh, gjëra pa peshë të mëdha individuale, por të rëndësishme si simptoma të diçkaje në ndryshim. Nure filloi të fliste me Sokolin hapur kur nuk ishte të tjerë. Ramu, babari Nures, ai që shërbente te dyqani pa e parë, njëherë e thiri me emër kur kaloi dhe i dha çokoladë të kaluar afatit pa pagesë. Gjest i vogël, gati absurd, por Sokoli e pranoi me buzëqeshje dhe nuk e harroi. Por kulmi i vërtet nuk erdhi me gjeste të vogla, erdhi me gjest të madh, me gjest publik që pa e synuar shndërroi gjithçka. Pranvera e hershme solli tradicionalin e fshatit, dita e bariut, kur delet qoheshin herën e parë të vitit drejt livadheve të sipërme. Ishte feste vogël, komunale, me atë ngrohtësi specifike të komuniteteve rurale, ku dita e parë e pranverës festohet me njerëz dhe me zhurmë dhe me të ngrënë bashk. Sokoli shkoi jo për të provuar gjë, shkoi sepse ishte fermeri i tij me delet e tij dhe delet duhej quar si çdo vit. Nuk mendoi se çfarë do të ndofte, por kur arriti te grumbullimi i njerëzve, kur mori vendin e tij anash si kishte bërë 2 vitet e fundit, anash, i largët, i toleruar minimalisht, ndodhi diçka. Selmani, i vjetri, i dobti, ati i fshehti pajtimit, erdhi dhe u ul pranë Sokolit, publikisht, haptazi, me atë vetdije të plot të gjestit të tij. Njerëzit e vunë re, gjithmonë vënë re. Pastaj, pak minuta më vonë, Ramu erdhi dhe u ul nga ana tjetër. Ramu, jo aktivist, jo njeri i guximshëm, por njeri praktik që kishte bërë llogaritjet e tij dhe kishte vendosur. Dhe pastaj, kjo ishte ajo çka Sokoli nuk e priste, Nure erdhi dhe solli një enë me byrek dhe ja dha Sokolit haptazi, para të gjithve, me atë naturalitet të sforcuar të dikujt që bën gjë të rëndësishme dhe refuzon ta bëjë me drama. Fshati shikoi. Gjergji, plaku i fisit, shikoi nga larg me fytyrën e tij të lexueshme,
zëmërim, konfuzion dhe ndoshta diçka tjetër shumë e fshehur. Por ngjarjet kishin marrë rrjedhën e tyre, dhe rrjedhjet nuk ndalen lehtë kur kanë fituar shpejtësi. Gjergji erdhi 2 ditë pas ditës së bariut. Erdhi vetëm, si herën e dytë, por kjo herë fytyra e tij kishte diçka ndryshe. Ajo ngurtësia absolute ishte copëzuar paksa. Ishte bërë more komplekse. Ulën. Shpresa solli kafe. Gjithmonë kafja. Gjithmonë ky rituali vogël humanizues. Gjergji nuk filloi me akuza. Filloi me diçka të papritur. Sokol, tha ai, kam dëgjuar gjëra. Gjëra për takime natën, për Selmanin, për Gjokun. Sokoli nuk mohoi. Ka takime, tha, po punohet për pajtim. Gjergji mbajti kafen pa e pirë. Shikoi oborrin. Shikoi pemën e dardhës që po lulëzonte me lulëzimin e parë të pranverës. Tha ngadalë. Nuk kam jetuar si njëri i paqes, Sokol, e di këtë. Kam jetuar si pas ligjit si e kam kuptuar. Por kam bërë një herë gjë që nuk e harroj. Një herë shumë kohë para teje, kur isha i ri. Bëra gjë nga inercia e traditës, jo nga besimi. Dhe nuk e di kur nëse bëra mirë apo keq. Jetoj me atë pyetje. Ishte rrëfimi papritur. Sokoli e dëgjoi pa ndërhyrë. Gjergji vazhdoi. Nuk mund të them se pajtimi është rruga e duhur. Nuk mund ta them publikisht. Nuk jam ai njeri. Nuk mund të bëhem ai njeri. Por mund të them këtë. Nuk do të shkoj kundër teje aktivisht. Nuk do të flas kundër procesit. Kjo është gjithçka mund t'jap. Sokoli e kuptoi çfarë kishte kushtuar atë fjalë. Gjergji nuk ishte kthyer, nuk ishte ndryshuar besim, nuk ishte pranuar gabimin e tij, por kishte gjetur ndërmjet bindjeve të veta dhe dashurisë për të cilin ishte burr fisi, atë hapësirë të vogël dhe të çmuar. Heshtjen e miratimit. Faleminderit, Xhaxha, tha Sokoli. Kjo nuk është pak. Gjergji piu kafen, u ngrit, dhe kur ishte te porta, u kthye. Babai yt do të kishte qenë krenar, tha ai, edhe pse nuk do ta pranoja kurrë publikisht. Dhe u largua. Pajtimi formal u bë me pranverën e plot. Selmani kishte punuar me kujdes, kishte bërë takime, kishte folur me njerëzit e duhur, kishte ndërtuar konsensus minimal. Jo të gjithë ishin dakord. Shumica nuk ishin dakord hapur, por mjaftonin ata pak që e mbështetnin, ata pak që nuk do të shkonin kundër, dhe heshtja atyre që, si Gjergji, kishin vendosur të mos pengonin. Ceremonia e pajtimit u bë te shtëpia e Selmanit. Ishte e vogël, diskrete, pa bujë. Sokoli, Gjoku, Selmani si ndërmjetës dhe disa dëshmitar. Besa u dha, fjala solemne e pacenueshme. Ajo fjalë që edhe ata që nuk besonin në asgjë tjetër e respektonin. Sokoli dhe Gjoku u dhan besën me duart e shtrënguara dhe me sytë e drejtuar njëri te tjetri. Sokoli shikoi Gjokun, shikoi një njeri të lodhur, një njeri me faj, një njeri me frikë, një njeri me fëmijë 3 vjeç, dhe ndjeu diçka që nuk e kishte pritur, mëshirë. Jo falje plot, jo harres, mëshirë. Ajo ndjenjë njerëzore primitive që thot, edhe ky është njeri, edhe ky vuan. Pasi u largua nga shtëpia e Selmanit, Sokoli shkoi direkt te varri i babait. Ishte pasdite e vonë, dielli po zbriste pas malit dhe hija e gjatë e shtëpisë pranë kishte mbuluar gjysmën e varrit. Sokoli u gjunjëzua, vendosi dorën mbi gur. Baba, tha me zë të ulët, nuk di nëse e bëra drejt. Nuk do ta di kurrë me siguri absolute, por e bëra sipas asaj që mësova nga ti, sipas mënyrës se si jetove ti. Dhe nëse kjo nuk mjafton, nuk di çfarë tjetër t'i jap. Qëndroi gjatë, mori frymajrin e pranverës, me erën e tokës të re dhe luleve të para. Dëgjoi zogjt, dëgjoi vetminë e qetë të vendit. Dhe ndjeu, ndoshta iluzion, ndoshta shpresë, ndoshta nevojë thjesht njerëzore për të besuar se gjërat kanë kuptim, ndjeu si një lehtësi të vogël, si heqja e një peshe shumë e vogël, por shumë e hershme. Pajtimi nuk e zgjidhi gjithçka. Kjo ishte e rëndësishme ta kuptonte, dhe Sokoli e kuptoi. Izolipi nuk u mbarua me njëherë. Disa njerëz vazhduan të shmangnin, disa vazhduan të flisnin keq. Gjergji nuk u bë miku i tij.
qëndroi i ftohtë dhe i distancuar, si gjithmonë, vetëm parë miqësi aktive. Dhe kishte njerëz, disa nga ata zemërakët e fisit, që nuk e pranuan kurrë pajtimin dhe e konsideruan akt tradhtie. Por gjërat filluan të ndryshojnë gradualisht, jo me kthesë dramatike, por me atë ndryshim të ngadalë dhe real të opinionit kolektiv, si ndryshimi i stinëra, i padukshëm ditë për ditë, por i pamohueshëm muaj pas muaji. Ramu filloi ta përshëndet normalisht. Nure filloi të fliste hapur. Disa burra të moshës mesatare që kishin mbajtur heshtjen e gjatë, filluan të bënin kontakt syt, dhe pastaj, ngadalë, fjalët e vogla. Dhe fëmijët e fshatit, ata fëmijët e pa infektuar nga politikat e të rriturve, filluan të luanin sërish pranë oborrit të Sokolit, siç luanin dikur, me atë lirinë e plotë të fëmijërisë që nuk njeh kode. Floriani erdhi një të diel pasdite dhe qëndroi për 2 orë. Biseduan si dikur, me atë naturalitetin e vjetër, duke prekur tema nga futbolli deri tek punimet e pranverës, duke qeshur herë-herë. Nuk u tha asgjë e madhe, por nuk ishte nevojë, prezenca ishte fjala. Ramu zbatoi besën. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme praktike. Nuk ishte incident, nuk ishte shkelje, nuk ishte rrezikim. Njeriu kishte dhënë fjalën dhe kishte mbajtur fjalën, dhe kjo, në atë vot ku fjala kishte peshë reale, nënkuptonte shumë. Liri, fëmia 3 vjeçar, rritej. Sokoli e pa njëherë kur kaloi pranë fshatit fqinj, djali vogël me flokë të errët dhe me vrapim të shpejt, duke ndjekur një gjel në probor me atë përqëndrim të plot dhe absolutisht serioz me të cilin fëmijët e vogël bëjnë gjërat e tyre. Sokoli ndaloi dhe e shikoi, dhe mendoi, ky fëmijë nuk do ta di se sa afër ishte bota e tij me zinxhirin tjetër, dhe kjo ishte mirë, kjo ishte pikërisht ajo çka duhej. Kishte gjëra që Sokoli kishte humbur dhe nuk do t'i merrte kurrë mbrapsht. Kishte humbur miqtë e fëmijërisë si kishin qenë Besniku, Iliri, Genci. Marrëdhëniet mund të rindërtoheshin pjesërisht me kohë, por nuk do t'ishin kurrë ato marrëdhënie të paprekura, të padijshma, të lehta të fëmijërisë. Kishte midis tyre tani histori, dhe historia kishte peshë. Kishte humbur naivitetin, atë naivitetin i ri ku beson se komuniteti yt është gjithmonë mbrojtja jote. Kishte mësuar se komuniteti mund të jetë edhe burg, edhe mbrojtje, njëkohësisht dhe sipas rrethanave. Kishte humbur vite të rinis, ato vite kur njerëzit e tjerë ndërtojnë jetën e tyre, gjejnë dashurinë, bëjnë plane, të harxuar në izolim dhe luftë. Por kishte fituar gjëra të tjera. Kishte fituar vetdijen e plotë të identitetit të tij. Dinte kush ishte, dinte çfarë besonte, dinte ku qëndronte. Shumica e njerëzve nuk arrin kurrë atë qartësi, sepse nuk testohen kurrë si ai. Ai ishte testuar, kishte ecur në përzjarr dhe kishte dalë me të vetmen gjë që ja vlen, dijen e vetes. Kishte fituar lidhjen e vërtet me nënën, jo lidhja e zakonshme e fëmijë-prind, por ajo lidhja e thellë e 2 njerëzve që kanë qëndruar bashkë nën presion dhe kanë zbuluar se e duan njëri tjetrin, jo nga zakoni, por nga zgjedhja. Kishte fituar respektin e plakut Selman dhe nëpërmjet tij kuptimin se urtësia ekzistonte edhe brenda asaj tradite që e kishte dënuar, vetëm se ishte e fshehur, e marginalizuar, e trashëguar me vështirësi. Kishte fituar diçka tjetër, gjëja ndoshta më e çmuara. Kishte fituar vetë respektin. Ato mëngjes kur zgjohej dhe shikonte veten në pasqyrën e vogël të dhomës, nuk shihte njëri që kishte zgjedhur lehtë, shihte njëri që kishte zgjedhur vështirë dhe kishte mbajtur zgjedhjen. Plaku Selman vdiqa të vjesht, jo dram, jo nga rrethanat, por nga pleqëria e thjeshtë dhe e dinjetshme. U shua si qiriu i vjetër, gradualisht, pa dhunë, me dritë deri në fund. Sokoli shkoi te varrimi dhe qëndroi në rend me të tjerët. Disa njerëz të fshatit e pan dhe nuk thanë asgjë. Nuk mund thenin asgjë, jo aty, jo te varrimi i plakut, dhe kjo heshtja e detyruar kishte vlerën e vet. Para se Selmani të vdiste, kur kishte qenë akoma i zgjuar dhe i kthjellët megjithse shtrati e mbante, kishte thirrur Sokolin. Kishte qenë mbrëmje e vonë vjeshte, me erë të ftohtë në përdritaren paksa të hapur. Sokoli kishte thënë me zë të dobësuar nga mungesa e frymës, por akoma i qartë.
Desha të them një gjë para se të shkoj. Sokoli kishte ulur kryet pranë tij. Njeriu bën gjë të mirë në botë jo për të kujtuar, por sepse bota bëhet paksa më e mirë nga ai veprim, edhe nëse askush nuk e di kush e bëri. Ti bëre gjë të tillë. Kjo mjafton. Pastaj kishte mbyllur syt dhe kishte rënë në gjumë. Dhe nuk kishte zgjuar më. Sokoli e mbante atë fjali si shenjë, jo si medalje, jo si lëvdat, por si busull. Ato herë kur dyshimi vinte, ato herë kur nata sillte pyetjes pa përgjigje, merrte atë fjali dhe e rilekzonte me mendjen, dhe e ndjente të vërtetën e saj të thjesht dhe të qetë. Verën asaj viti, Sokoli filloi të ndërtonte. Jo metaforikisht, literalisht, filloi të ndërtonte shtëpinë, të ndreqte murin e vjetër të oborrit që kishte grisur me dimrin e madh, të ndërtonte strehën e re mbi stallën, të riparonte portën e hekurt që kishte ndryshkur. Punë fizike, konkrete, praktike, por edhe metaforikisht. Filloi të ndërtonte jetën e tij. Foli me Arianin, miku i fëmirisë, ai që kishte ikur me fjalë nderi, por që kishte ikur megjithatë. Ariani erdhi kur dëgjoi se Sokoli kishte bërë pajtim, dhe erdhi jo triumfator, por me atë shprehje të dikujt që ndjen faj dhe nuk di si ta shpreh. Sokoli nuk e gjykoi. Nuk kishte kohë dhe nuk kishte arsye. I tha vetëm, i e kthyer. Kjo mjafton. Besniku erdhi më vonë, me vështirësi me shumë kohë të humbur mes tyre, me shumë gjëra të pashqiptuara. Por erdhi. Edhe ai. Filloi të lëvronte toka me gjymtësi. Jo vetëm toka e vet, por tokat e Selmanit, të cilin nuk ishte lënë trashëgimtar. Mori kujdesjen e asaj toke si detyrë morale, si diçka pa kontratë dhe pa pagesë, vetëm si akt kujtese dhe mirënjohjeje. Nëna filloi të buzëqeshte sërish, jo si para, jo me atë plotësinë e parahumbjes, por me diçka të vërtetë dhe të vetën, me atë cilësinë e buzëqeshjes së njerëzve që kanë kaluar në përgjëra dhe e din vlerën e çdo qeshje. Kishte pyetja të cilën Sokoli nuk mund ta shpëtonte, megjithse kishte mësuar të jetonte me të. A kishte bërë drejtësi babait të tij? Jo drejtësinë e kodit, ai nuk kishte bërë atë drejtësi dhe e dinte, por drejtësinë reale, atë drejtësi që kuptoi me zemrën kur zbehet gjithçka tjetër. Mendonte her pas here. Gjoku kishte dhënë besën dhe e mbante. Liri po ritej. Dy familje nuk ishin shkatruar njëra tjetrën. Zinxhiri ishte prerë. Por miri ishte ende i vdekur. Kjo nuk ndryshohej, nuk kishte pajtim, nuk kishte besa, nuk kishte vendim moral që ta kthente mirin. Sokoli e ndjeu gjithmonë këtë si të vërtet absolute dhe të pandryshueshme. Disa humbje nuk shpaguhen, disa plaga nuk mbyllen, disa boshllëqe në jetë mbeten boshe gjithmonë. Babai nuk kthehej, vitet e humbura nuk ktheheshin, shpresa e humbur e fëmirisë nuk kthehej. Por nga ato humbje, njeriu mund të ndërtonte diçka, jo si kompensim, sepse nuk kishte kompensim të mjaftueshëm, por si zgjedhje mënyre jetesës. Njeriu mund të jetojë duke shtuar dhimbje në botë, ose mund të jetojë duke u përpjekur me të gjithë fuqinë dhe të gjitha dështimet të paksoj pak dhimbjen. Sokoli kishte zgjedhur të dytën, jo sepse ishte e lehtë, sepse kishte qenë e vështirë e pabesueshme, jo sepse e bënte hero, sepse e bënte njeri. Ishte mbrëmje vere kur Sokoli u ul në ndardhen e vjetër të oborrit të tij, të njëjtën ndardh të mbjell nga mieri, të njëjtën ndardh nën të cilën pleqtë e fisit kishin ulur her pas here të gjykonin dhe të vendosnin. Nëna rrinte pranë me punë duarsh në gji. Ajo kadife e vjetër me qëndisje që po bënte muaj dhe nuk e mbëronte kurrë, sepse procesi e qetësonte dhe produkti nuk kishte rëndësi. Ajri ishte i ngrohtë dhe i mbar. Zogjt kishin mbaruar këngën e mbrëmjes. Yjet po dilnin njëri pas tjetrit, të heshtur dhe të qëndrueshëm, siç dalin gjithmonë, pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur poshtë tyre. Sokoli shikoi qiellin dhe mendoi për baban, por jo me dhimbjen akute të viteve të para, me diçka tjetër, diçka më të qetë. Mendoi se miri kishte qenë njeri i rrallë, jo njeri perfekt, jo njeri pa dobësi, por njeri i vërtet.
Njëri që kishte pasur opinion të tij dhe nuk e kishte fshehur, njëri që kishte parë botën ndryshe nga shumica dhe nuk kishte pretenduar të shihte si të tjerët vetëm për rehatin sociale. Sokoli ishte djali i tij, nuk mund ta ndryshonte atë dhe nuk donte ta ndryshonte. Nëna ngriti kokën nga qëndisja dhe shikoi djalin. Kishte atë shprehje të saj, ajo shprehje e nënave të vjetra që din të lexojnë mendjen e fëmijës, nga profili i fytyrës, nga mënyra e uljes, nga ritmi i frymëmarrjes. "Çfarë mendon?" pyeti ajo me zë të butë. "Mendoj se babai do të ishte i kënaqur me dardhën", tha Sokoli. Shpresa shikoi pemën. Kishte lulëzuar bukur atë pranverë dhe kishte dhënë frytet e para. Jo shumë, por të para, të kalta dhe të vogla, dhe plot me shpresën e pemës të re. Kishte thënë dikur Miri se dardha nevojitej kohë, jo si molla apo kumbulla që japin shpejt, por dardha kishte ritmin e vet, të ngadalt dhe të patunshëm. "Po", tha nëna ngadal, "do të ishte i kënaqur." Qëndruan ashtu të dy, nëna me qëndisjen, djali me qiellin, dhe heshtja midis tyre nuk ishte heshtja e boshllëkut, por heshtja e plutësisë. Ajo heshtje e rrallë midis dy njerëzve që e din njëri tjetrin kaq thellë sa fjalët janë luksi, jo nevoja. Sokoli mendoi sërish për gjithë rrugën, jo si heroizëm, jo si shpëtim, por si ecje e gjatë dhe e lodhshme nëpër terren të vështirë. E kishte ecur hap pas hapi, ndonjëherë me gjunjë të lëkundur, ndonjëherë me sy të mbyllur nga lodhja, ndonjëherë duke harruar se ku shkonte dhe duke vazhduar vetëm nga inercia e vendosjes fillestare. Por kishte ecur, dhe tani rrinte në ndardh, nën qiellin e verës, me nënën pranë dhe me tokën e punuar rreth tij, dhe me fshatin, jo të dashuruarit, jo të kthyerin plotësisht, por të ndryshuarin rreth e rrotull. Mendoi për Lirin. Djali i gjokut tani ishte pak më i madh, ecte dhe vraponte dhe bënte zhurmë si çdo fëmijë i asaj moshe. Nuk e dinte asgjë. Nuk e dinte se kishte qenë hallka e fundit i zinxhirit të mundshëm. Nuk e dinte se i panjohuri nga fshati fqinj kishte mbajtur mbi vete peshën e të ardhmes së tij. Nuk e dinte dhe nuk duhej ta dinte. Duhej vetëm të rritej i lirë nga ajo peshë lashtë. Kjo ishte fitoria e vetme që kishte kuptim. Fëmia që rritet i lirë. Toka e fshatit mbante gjithçka. Mbante kujtesën e të vdekurve, mbante dhimbjen e të gjallëve, mbante zinxhirin e historisë dhe gjithashtu mundësinë e thyerjes së tij. Sokoli e dinte këtë tani, me atë kuptim që vjen vetëm nga jeta e kaluar drejt për drejt, jo nga librat dhe jo nga fjalët e të tjerëve. Toka nuk zgjedh kush e punon. Toka pranon punën e çdo dore, shpërblen çdo djers, jep frytin pa pyetur për historinë e bariut. Kishte diçka thellësisht demokratike dhe thellësisht njerëzore te toka. Kishte mësuar ta vërej gjatë viteve të izolimit, kur nuk ishte patur gjë tjetër, kur njerëzit e kishin kthyer shpinën. Toka nuk kishte kthyer shpinë. Kishte qenë aty çdo mëngjes, e ftohtë apo e ngrohtë, e thatë apo e lagët, dhe kishte pranuar punën e tij, dhe kishte dhënë gjën e saj. Ky ishte mësuesi i tij i fshehtë, ai pa emër dhe pa zë. Toka. Dhe ndërkohë që verës i afrohej fundi dhe ngjyra e arës ndryshonte nga e gjelbra e freskët në atë të artë dhe të pjekur, Sokoli punoi. Punoi me gjithë trupin dhe me gjithë zemër, jo sepse nuk kishte alternativë, por sepse kishte zgjedhur këtë jetë, kishte paguar çmimin e kësaj jete dhe nuk kishte nën mend ta zhvletësonte me mos angazhim. Ishte djali i Mirit. Punonte si Miri, besonte si Miri, dhe kur, as një ditë nga ato ditë të vështira nuk kishte ngelur pa e ndjer pranë, atë dorën e babait mbi supët e tij, të rëndë dhe të ngrohtë, dhe të sigurt si toka vet. Kishte ditë kur Sokoli mendonte jo me zemërim, por me kureshtje. Si kishte lindur ky sistem? Kush ishte njeriu i parë që kishte thënë gjaku kërkon gjak, dhe kjo fjalë kishte zënë rrënjë aq thellë sa shekujt nuk e kishin shërnjosur. Nuk dinte përgjigjen. Ndoshta nuk kishte përgjigje të vetme,
Ndoshta kishte lindur nga shumë burime, nga shumë dhimbje, nga shumë çaste kur shteti mungonte dhe familja ishte i vetmi mbrojtje. E kuptonte logjikën, nuk e mohonte. Kishte kohë dhe vende ku njeriu nuk kishte mbrojtje tjetër pos familjes dhe fisit, ku drejtësia institucionale nuk arrinte, ku e vetmja garante sigurisë ishte frika që tjetri kishte nga hakmarrja jote e mundshme. Në atë kontekst, kodi kishte pasur kuptim mbrojtës, por konteksti ndryshonte, bota ndryshonte, dhe ligjet të ndërtuara për botën e djeshme, kur aplikoheshin me forcë të njëjtë në botën e sotme, bëheshin jo mbrojtje, por burg. Sokoli nuk donte ta shkatërronte traditën. Tradita kishte vlera të tjera, vlera reale, solidaritetin familjar, fjalën e dhënë, burërinë si kuptim të kujdesit dhe jo të dhunës, mikpritjen, nderimin e të moshuarit. Këto gjëra kishin vlerë dhe merit, por duhej ndara nga ato gjëra që nuk merrnin vlerë, nga zinxhiri i gjakut, nga ligji i hakmarrjes, nga jo logjika primitive e dhunës që thirrej nder, por ishte vetëm dhunë me kostum tjetër. Kjo ndarja e vlerës nga jo çvlera brenda traditës, ishte punë e gjatë dhe e vështirë. Nuk bëhej brenda jetës së një njeriu, por fillohej. Sokoli kishte filluar. Vjeshta e ardhshme solli shiun e parë të madh, atë shi që vjen pas verës së gjatë dhe lau gjithçka, pastroi ajrin, lau tokën e tharë dhe solli erën e saj specifike, erën e tokës së lagur, atë erë të primitive dhe e bukur që të bën të ndihesh i lidhur me diçka shumë të lashtë. Sokoli qëndroi te porta e oborrit dhe shikoi shiun. Nuk ishte i trishtuar, nuk ishte euforik, ishte i qetë, me atë qetësinë e dikujt që ka mbaruar luftën e gjatë dhe kupton se lufta tjetër gjithmonë vjen, por ndërmjet luftrave ka ndërprerje, dhe ndërprerjet janë çmimi i veritshëm i jetës. Nure kaloi në rrugë me çadrën e saj të kuqe, atë çadër të dukshme dhe të gjallë në grizet e shiut, dhe kur Sokoli i pa Sokolin te porta, u ndal, e shikoi dhe buzëqeshi, jo me atë buzëqeshje artificiale e sforcuar e muajve të parë, por me atë buzëqeshje natyrale dhe e lirë e dikujt që nuk ka frikë të shprehet. Sokoli e ktheu buzëqeshjen. Ato dy buzëqeshje, dy gjeste të vogla, të thjeshta, thuajse të parëndësishme, ishin gjë e madhe. Ishin shenjë se diçka kishte ndryshuar vërtet, jo vetëm në sipërfaqe, por në atë shtresë të thellë të marrëdhënieve njerëzore, ku gjërat ndodhin para fjalëve. Fshati nuk ishte bërë vendi përsosur. Njerëzit nuk ishin bërë njerëz të transformuar, kishin akoma paragjykimet e tyre, kishin akoma frikët, kishin akoma prirjet e vjetra, por kishte ndryshuar proporcioni midis atyre që shihnin Sokolin si njeri dhe atyre që shihnin vetëm kodin e thyer, dhe proporcioni vazhdonte të ndryshonte. Muajin e 8 pas besës, erdhi letër tjetër nga gjoku. Kjo herë nuk ishte e fshehtë, erdhi normalisht, nëpërmjet fëmijës që shpërndante gjërat nëpër fshat. Letra ishte e shkurtër edhe kjo herë. Thoshte: Sokol, liri ka filluar të ecë pa urzuar. Bashkëshortja ime thot se ky është hap i rëndësishëm. Dua ta dish, nuk di arsyen. Ndoshta sepse ti je personi i vetëm në botë ndaj të cilit ndihemi detyruar të tregoj gjërat e mira. Gjoku. Sokoli e lexoi 2 herë, pastaj e futi në xhep, pranë letrës së parë, të dyja bashk si 2 dokumenta të së njëjtës historie. Shkoi te varri i babait siç bënte her pas here, me ritmin e tij të brendshëm, kur ndjente nevojën. Vendosi dorën mbi gur. Liri po ecën, baba, tha. Mendova ta dish. Dhe ndjehu me gjithë trupin dhe me gjithë qenjen e tij se kjo ishte nga ato çaste ku jeta ka kuptim jo si gjë abstrakte filozofike, por si gjë konkrete dhe e prekshme. Fëmia po ecën, zinxhiri u pre, bota ka një dhimbje më pak. Sokoli nuk u bë legjend, nuk u bë heroi i folklorit, nuk u bë shembull i gënjur dhe i zbukuruar që njerëzit tregohen fëmijëve si mësim moral i thjesht. Jetoi jetën e tij, me të gjitha plasitjet, me të gjitha errësirat, me të gjitha ato ditët kur vendimi i madh moral i njeriut zhduket pas nevojave të vogla dhe të menjëhershme të mbjetesës, buka, toka, moti, shëndeti i nënës, çatia që rrjedh. Ishte njeri i zakonshëm në kuptimin e mirë të fjalës, jo njeri pa defekte, por njeri i vërtet, me lëkurë të trash nga jeta dhe me zemër akoma të paprekur nga kjo trashje. Kishte zgjedhur diçka të vështirë, kishte paguar çmim të lartë dhe kishte dalë jo i paprekur, por i plot.
Shumica e historive të mëdha kanë finale dramatiket, kthesa të mëdha, shpërblime të spektakolare. Historia e Sokolit nuk kishte asnjë nga këto, kishte diçka tjetër, kishte besnikërinë ndaj vetes, ditë pas dite, hap pas hapi, pavarësisht çmimit. Kishte qaste dhe do të kishte gjithmonë qaste kur dyshonte. Kur mendonte, ndoshta bëra gabim, ndoshta njerëzit kishin të drejtë, ndoshta ligji i tyre, i vjetër dhe i ashpër, kishte kuptim që unë nuk e kuptova. Por pastaj mendonte baban, mendonte mirin, njeriun real, njeriun e gjallë, atë zë, ato duar, atë besim të thjesht dhe të qëndrueshëm. Dhe kuptonte se vendimi nuk ishte qenë i tij fare, kishte qenë i babait, dhënë nëpërmjet tij, trupëzuar nëpërmjet jetës dhe vdekjes dhe dashurisë mes tyre. Ai kishte qenë vetëm mjeti, miri kishte qenë mesazhi, dhe mesazhi kishte mbërritur. Në ndardhën e vjetër të oborit, pemën e mbjellur nga duart e mirit, pemën që kishte lulëzuar pa ditur asgjë nga historia e rëndë nën hijen e saj, Sokoli ul dhe shikoi yjet. Shumë vite, shumë stinë, shumë dhimbje dhe pak gëdhim dhe shumë ditë të zakonshme mes tyre. Por ai ishte akoma aty, akoma ai vetë, dhe dardha po jepte fryte.